Mirëmëngjesi, po propozoj të fillojmë. Të nderuar panelistë, zonja ministre, zoti Zogaj, zonja Latifi, zonja Xhelaj, zoti Avdiu, përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve qendrore lokale, përfaqësues mediave, zonja dhe zotërim. Është e qartë se pjesëmarrja e fëmijëve në arsimin parafillor ka shumë përfitime, duke pasur parasysh strukturën ekonomike të Kosovës, një gjë e tillë sigurisht se bëhet edhe më domethënëse. Niveli pjesëmarrjes fëmijëve në arsimin parafillor në Kosovë mbetet në nivele të papranueshme dhe një gjë e tillë kërkon përgjigje të fortë të politika publike. Për më tepër, këndi nga i cili ne jemi nisur lidhur me këtë çështje është se mungesa e opsioneve të përballueshme të kujdesit të kopshteve të qella dhe kujdesit ditor pengon disproporcionalisht pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. Edhe pse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë Kosovës, roli i tyre në ekonomi dhe shoqëri është jo proporcional. Edhe ky është një problem i cili ka qenë boshti përmes cilit jemi nisur në hartimin e këtij dokumenti pozicionues dhe i cili është paraprim nga 3 pozicionime tjera që janë sublimuar në agjendën nacionale për fuqizimin ekonomik të grave. Temat paraprake që i kemi trajtuar kanë trajtuar çështje si ligji i punës, i cili siç e dini edhe pse synimet i ka pas fisnike, i njëjti ka kriju pabarazi në treg punës dhe disproporcionalisht ka penguar, frenuar pjesëmarrjen e grave në treg punës si punëmarrëse. Tema tjetër që kemi trajtuar ka të bëjë me mos prezencën e grave në ato profile të cilat kanë gjasa më të mira në tregun e punës dhe streti jo për nga rëndësia gratë si ndërmarrëse, pra ato përfaqësojnë një numër të vogël të pronarëve të bizneseve në Kosovë dhe pengesat me të cilat ato përballen. Normalisht se mjedisi biznesor në Kosovë ka të lashe për gjitha bizneset, mirë për veçanti janë edhe një kategori barrierash që shtesi kanë gratë në ekonomi. Si do të diskutojmë në Vjenë, opsionet që i trajtojmë sot për çështjen e qelljeve dhe kujdesit kopshtave dhe kujdesit ditor, është një listë jo detyrimisht shtëruese dhe si e tillë trajton këtë çështje në mënyrën se si mund sa më mirë me e organizuar. Sigurisht se komunat kanë specifikat e veta dhe ne duhet të përballësojmë këtë në politikë barriere. Është inkurajuese që qeveria e ka marrë zotimin që të adresojë këtë çështje edhe duke buxhetuar. Megjithatë ne besojmë se ky buxhet duhet të rritet në vitet në vijim. Gjithashtu ka një angazhim të theksuar edhe të komunave për këtë çështje, edhe sfundi në fushatën zgjedhore ka qenë temë poshtë e diskutimit. Sigurisht se buxheti qendror për vllai komunave është i kufizuar për të adresuar këtë çështje në mënyrë të izoluar. Prandaj ne synojmë që të krijojmë një platformë që kërkon trajtim shumë dimensional. Madje ka një sektor mjaft dinamik të sektorit privat i cili ofron kujdes ditor, qellë dhe kopshte dhe i cili mund të luajë një rol në këtë drejtim dhe përfshirja e tyre gjithashtu duhet të inkurajohet. Përballë këtij sfondi, ne kemi riaktualizuar si thash këtë temë që është shkruar për të nga shumë organizata në kuadër të forumit ekonomik të grave, të cilët i falenderoj, pra po qëndrojmë i supët të shumë organizatave këtu, të cilët kanë diskutuar dhe folur për këtë temë, dhe të cilat siç thash bëhen sublimuar në agjendën kombëtare për fuqizimin ekonomik të grave, e ne besojmë se është koha e duhur që kjo të ridiskutohet e të iniciohet në momentumin e ri. Gjithashtu më lejoni të falenderoj CDF-in, i cili ka mbështetur dhe i ka dhënë një shtytje të re kësaj çështje dhe besojmë që do të marrë një trajtim meritor nga institucionet, qoftë nga qeveria dhe komunat, po edhe nga kuvendi, sepse nevojiten ndryshimet të ligjeve dhe mbështetje edhe të përmes kuadrit ligjor, po edhe të shoqërisë në përgjithësi, sepse kjo temë kërkon trajtim gjithëpërfshirës. Instituti Reinvest në kuadër të forumit mbetet i përkushtuar që këtë çështje të avancojë, sepse është edhe pjesë e misionit të tij, në mënyrë që të përmirësojë pozitën e grave në ekonomi dhe të fëmijëve në këtë drejtim, sepse ne besojmë se është e pamundur që të arrihet zhvillimi i qëndrueshëm i Kosovës, nëse gjysma e popullsisë përjashtohet dhe nuk krijojnë kushte për një proces ku fëmijët përfshihen në edukim qysh nga familje e hershme. Para se të kaloj fjalën te kolegët e mi për prezantimin, lejoni të kaloj fjalën zotit Arfan Avdiu nga Fondi për Zhvillim të Komunitetit, që të thotë disa fjalë për projektin dhe bashkëpunimin tonë. Faleminderit Alban. Përshëndetje të gjithëve. Unë siç
më prezentoj Albania, jam Artan Artiu, menaxher i projektit Human Rights Activism në të kuadër të organizatës për shërbim ne si organizatë që jemi të themeluar që nga viti 1999 kemi pasur që punës synim mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe mbrojtjen dhe integrimin e tyre në shoqëri dhe komunitet. Po ashtu kemi kënaqësinë sot që të jemi prezent të gjithë këtu dhe të diskutojmë në lidhje me përkrajen që ne si organizatë i japim reinvestit në këtë aspekt dhe të diskutojmë që më shumë të kemi aktivizëm dhe një platformë të kemi diskutim të temave specifike që jo shumë shpesh i gjejmë të përkrahura nga donatorët apo organizata tjera në këtë aspekt. Domethënë në kuadër të Human Rights Activism ne gjithmonë përkrahim iniciativa që kanë të bëjnë rreth edukimit, aktivizmit, mbrojtjes të drejtave të njerëzit, sinjalizimin, si dhe projekte të mjedisit apo aktivitete mjedisore të drejtave të saj. Dhe sot unë si panelist, mirë po dhe si pjesëmarrës i kësaj teme kam kënaqësinë që të diskutoj dhe zgjedhlimet e raportit për qendrat e kujdesit për fëmijën në Kosovë dhe kam kënaqësinë po ashtu të shoh se disa prej rekomandimeve që ka mundemi ne të shohim rreth përkrahjes pas gjetëve që do të prezantojmë në këtë raport. Faleminderit tani atë gjithë. Shumë faleminderit Artam, atë pa unë kohë kolegës Tring Shkodra bëj një prezantim. Duhet ta mendojmë se një farë mënyrë mund të marrim e zgjedhim ato modele që janë më të përshtatshme për një kontekst caktuar lokal. Faleminderit Alban. Përshëndetje gjithëve. Fillimisht më jeni me ju falenderoj juve të nderuar panelistë dhe pjesëmarrës në tryezën që kemi organizuar sot. Unë jam Tring Shkodra, jam pjesë e ekipit të Institutit Reinvest. Për mua është shumë kënaqësi që sot para jush më bëu prezantimin e pozicionimit të Institutit Reinvest sa i përket qendrave të kujdesit për fëmijën në Kosovë, si dhe me hapë edhe një diskutim të mirëfillt mes njëve. Atëherë, diskutimi sotëm kryesisht tenton ju përmbajt disa informacioneve të rëndësishme rreth rolit dhe rëndësisë që ka edukimin e familjen e hershme, ndikimin që ka ai tek fëmijët dhe ndikimin e pjesëmarrjen në grave në tregun e punës. Dhe si pikë fundit kemi më fol për rekomandimet dhe disa modele që Instituti Reinvest i konsideron si të mundshme për zgjerimin e rrjetit të kujdesit për fëmijën në Kosovë. Përmes këtij dokumenti pozicionues, Instituti Reinvest synon me tregu pozicionin e tij në lidhje me opsionet sa më të përballueshme të edukimit të hershëm, të qendrave të kujdesit për fëmijë, si dhe rëndësinë e tyre në tejgalimin e barrierave të kujdesit familjar nga gratë. Ne aspirojmë me ndiku në politika publike që ndikojnë në përfshirjen e grave në tregun e punës, qoftë si punëdhënëse apo si punëmarrëse. Që përmenda më herët, edukimi i hershëm është shumë i rëndësishëm edhe është shumë më shumë se sa veç një parapregatitje për edukimin fillor. Ai në thelb synon një zhvillim gjithëpërfshirës të nevojave emocionale, sociale, njohëse e fizike të fëmijës dhe ka një qëllim për të ndërtuar një bazë të mësuarit për gjatë gjithë jetës. Sipas definicionit që të aplikueshëm në Kosovë, edukimi i hershëm përfshin kategorinë e nivelit parashkollor, në të cilën hyn qellet edhe kopshtet, dhe nivelin e edukimit parafillor. Sipas planit strategjik të arsimit të vitit 2017-2021, pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin parafillor synonte të arrinte diku deri në 20%. Megjithatë, pjesëmarrja e fëmijëve vazhdon të jetë e vogël. Në vitin 2021 vetëm 6.7% e fëmijëve kanë marrë pjesë në programet parashkollore. Shkaktari kryesor padyshim që vazhdon të mbetet mungesa e infrastrukturës, e investimeve si dhe të ardhurave në familje. Sipas studimeve të realizuara prej UNICEF-it, fëmijët të cilët vijnë nga familje të zonave urbane dhe me të ardhura më të larta kanë më shumë gjasë që me ndjek edhe programet parashkollore. Megjithatë, një pjesëmarrje më e lartë të fëmijëve në edukimin parafillor vrej që është edhe ka qenë prioriteti i qeverisë qysh për vitin 2015, kur edhe është bëu miratimi i ligjet parauniversitar, ku sipas këtij ligji niveli parafillor i edukimit synon të bëhet i obligueshëm. Mirëpo një projekt i tillë ka mbetur i pa implementuar fatkeqësisht si mungesë një analize financiare të shpenzimeve për pjesëmarrjen e krejt fëmijëve në edukimin parashkollor dhe sidomos edhe mungesën e infrastrukturës.
Edukimi i hershëm ndikon tek fëmijët. Gjysma e potencialit të inteligjencës së personave është e zhvilluar në moshën 4 vjeçare dhe studimet tregojnë se edukimi i hershëm ka një rol edhe një efekt të qëndrueshëm në sjelljet dhe personalitetin e individëve. Sipas qendrës për fëmijët në zhvillim të Universitetit të Harvardit, më shumë se 90% e trurit të fëmijëve është zhvilluar përgjatë kësaj moshe. Vlen theksohet se ekziston një lidhje pozitive në mes të mirëqenies gjatë gjithë jetës së fëmijëve dhe shërbimeve të fëmijërisë së hershme. Fëmijët të cilët kanë ndjek programet parashkollore kanë më shumë tendencë që gjatë ardhmës së tyre të kenë punësim më të mirë, të ardhra më të larta, si dhe kanë më pak gjasa që me marrë pjesë në afera korruptive. Për më tepër, në lidhje të tilla konfirmojnë edhe dhënat e PISA-s. Nga raportet e PISA vërejmë se fëmijët e moshës 15 vjeçare të cilët kanë tregu rezultate të mira në këtë test, kanë ndjek edhe programet parashkollore. Një të dhënë të tilla vërtetojnë edhe hulumtime të ndryshme, siç është ai i Mixit, UNICEF-it, i cili thotë se çështja në edukim të hershëm e rrit fitimet e fëmijëve në të ardhmen me 10% dhe për çdo nivel shtesë të edukimit, shkalla varfërisë atij vendi bie për 9%. Prandaj, Instituti Invest rekomandon që me u kriju sa më shumë qendra të përballueshme edhe të njëjtën kohë me implementu edhe nivelet më të larta të standardeve të zhvillimit, të cilat janë vendosur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në vitin 2011, të cilat e vendosin fëmijën në qendër pavarësisht rolit të tyre ose ndikimit social e ekonomik. Edukimi i hershëm ndikon edhe në pjesëmarrjen në grave në tregun e punës, siç e përmendi edhe më herët Albania, ekonomia e Kosovës operon në potencialin e vet punshëm. Një ndër arsyet kryesore është edhe shkalla e pjesëmarrjes grave në tregun e punës, e cila sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës vlerësohet të jetë dikon 25.9%. Studimet të ndryshme përkrajnë teorinë se janë obligimet familjare kryesisht arsyeja kryesore që kontribon në jo aktivitetin e grave. Sipas anketës për shfrytëzimin e kohës dhe tregut të punës në Kosovë, që është realizuar prej MCC-s, përderisa arsyet kryesore të burrave për jo aktivitetin e tyre të grave vazhdojnë me qenë kryesisht në lidhje me arsyet të tregut, si mungesa e kontratave, mungesa e trajnimit ose arsimit adekuat. Në anën tjetër, gratë kanë tendencë me thonë që obligimet familjare janë kryesisht problemi kryesor që i shkakton jo aktivitetin e tyre në treg punës. Kun mesatare nga 2.5 orë sa shpenzojnë burrat për obligime familjare, në anën tjetër gratë shpenzojnë dikon rreth 7.2 orë për çështje të tilla, që është përafërsisht e vlefshme me një orar të plotë të punës. Prandaj, politikat e balancës punë-jetë janë esenciale dhe duhet me u marrë me më prioritet. Politikat e tilla të cilat kanë si qëllim me bo një përfshirje sa më të madhe të grave në tregun e punës, një balancim edhe koordinim, ndarje të barabartë të punëve të shtëpisë mes burrave dhe grave në familje, si dhe përmbylljen e ndekut gjinor ose edhe të ardhrave në paga. Prandaj, Instituti Invest e konsideron se është shumë e rëndësishme u bë edhe amendamentimi i ligjit për familje, e cila e njeh punën si punë edhe punën e kujdesit. Është evidente fakti që qeveria e Kosovës e njeh vetëm punën e kujdesit në familje, punën e papaguar në shtëpi, dhe jo punën e kujdesit ndaj fëmijëve dhe familjeve. Kur vjen puna të shpërndarja e pasurisë, tashmë dihet që qeveria e Kosovës, gjykata gjatë vendosjes në kontekst për pasuri të përbashkët duhet me konsideru edhe kontributin e grave edhe të burrave. Domethënë me fjalë tjera, gjykata duhet me njoftë edhe kontributin që një bashkëshort ju jep bashkëshortës së vet, qoftë ajo në kujdesin për fëmijë, qoftë ajo në mirëmbajtjen e shtëpisë ose edhe mirëmbajtjen e pasurisë dhe jo vetëm kontributet të ardhrave personale. Domethënë, me fjalë tjera, Instituti Invest konsideron se është i rëndësishëm amendamentimi i ligjit dhe parafrimi i tij me direktivën e EU-s. Numri i pamjaftueshëm i qendrave të kujdesit i prek në mënyrë direkte gratë.
Rreth 90% e grave nga anketa realizuar nga rrjeti i grave të Kosovës kanë deklaruar se nëse do të kishin mundësi t'i dërgonin dikon fëmijët për kujdesje, do të kërkonin punë. Në anën tjetër, është evidente fakti që numri i qendrave të kujdesit për fëmijë është i pamjaftueshëm. Gjithsej, vetëm 44 institucione parashkollore janë publike dhe 177 private, të cilat janë të licencuara dhe rilicencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit e Inovacionit Mashti. Megjithatë vrim se në programin qeverisës të vitit 2021 vendose është marrë përsipër rritja e numrit të fëmijëve në institucionet parashkollore dhe krijimin e infrastrukturës të mjaftueshme për qendrat e kujdesit. Deri në vitin 2025 është paraparë që në vend të krijohen vende të mjaftueshme, duke i shtuar deri në 160 qerdhe në gjithë vendin. Duke pas parasysh edhe objektivat e Barcelonës të Komisionit Evropian, është një vend mjaft i mirëpritur për shkak se një zgjerim i rrjetit të kujdesit të fëmijëve do të mund të krijonte të paktën 9.989 vende të reja të punës në arsim. Spaku 50.6 milion euro si të hyra të reja dhe 2 milion euro si tatime të paguara çdo vit. Në këto statistika nuk janë të kalkuluara edhe vendet e tjera të punës, të cilat do të mund të krijoheshin për prindërit të cilët vetë zgjedhin me i dërgu fëmijët në këto qendra të kujdesit. Prandaj, Instituti Invest konsideron se investimet në edukimin e ershëm duhet me qenë prioritet, ma shumë fëmijë që marrin pjesë në qendra të kujdesit, mësiera që kupton zhvillim më të madh të fëmijës, ulje të varfërisë edhe aktivizim më të madh të prindërve në tregun e punës, kryesisht veçanërisht grave, edhe zhvillim më të hapshëm ekonomik. Duke pas parasysh mungesën e infrastrukturës edhe rolin dhe rëndësinë që ka edukimi i ershëm, Instituti Invest del me disa modele të cilat mundsojnë rritjen e zgjerimit të rrjetit të kujdesit për fëmijë. Gjithsej janë 7, unë tash po kaloj nëpër secilën në pika të shkurta. Modeli i parë është zgjerimi i kujdesit publik të financuar prej shtetit. Është detyrë e shtetit dhe obligimi i tij me siguru një qasje sa më të lehtë dhe për krejt fëmijët në Kosovë, ashtu siç është e parapamë edhe në kushtetutë dhe në ligjin mbi edukimin parashkollor. Financimet për kujdese publike munden me u bë prej fondeve të ndryshme, qofshin ato grante të veçanta për edukim nga buxheti i Republikës së Kosovës, të ardhura vetanake të gjeneruara nga institucionet edukative dhe trajnuese, si dhe donacione të ndryshme, qofshin ato të jashtme apo të brendshme. Qeveria e Kosovës, bazuar nga buxheti i Republikës së Kosovës, deri në vitin 2025 ka paraparë që të shpenzojë gjithsej 4.1 milion euro për ndërtime dhe renovimin e objekteve, prej nga 2.4 milion euro janë grante qeveritare dhe 1.7 si të hyra vetanake. Modeli i dytë është kryesisht partneritetet publiko-private, të cilat nënkuptojnë një bashkëpunim mes sektorit publik dhe privat për ofrimin e një shërbime. Modelet të ndryshme në botë tregojnë efekte pozitive të një bashkëpunimi të tillë. Në Kosovë një gjë e tillë lehtësisht mund të realizohet përmes ligjit për partneritetin publiko-privat. Për të iniciuar një model i tillë, mundet të iniciuar prej autoriteteve publike, prej komisionit ose prej departamentit të partneriteteve publiko-private. Fillimisht duhet me bëj një studim i fizibilitetit, i cili bazohet në vlerën në parimet e vlerës përpara. Më pas të dërgohet në komisionin e partneritetit publiko-privat. Nëse komisioni aprovon, atëherë inicion edhe procedurat e tenderimit, ku ofertues të interesuar munden me apliku përgjatë periudhave të limituara kohore dhe duhet me siguru që mi përshtat edhe kritereve të ligjit të prokurimit dhe kritereve të ligjit të partneritetit publiko-privat. Për më tepër, në nivelin lokal, një partneritet publiko-privat mundet me funksionu si një qendër e kujdesit që kontraktohet prej komunës dhe përzgjedhet përmes procesit ofertues,
përmes e cilit komuna do të deklaronte qartë edhe rolin edhe përgjegjësitë e tij për dallim mes institucionit privat dhe atij publik. Modeli i tretë, Modeli i tretë është inkurajimi i bashkëfinancimit privat, i cili përmes këtij modelit mund të rekomandohet përdorimi i krijimi i më shumë qendrave të kujdesit përmes bashkëpunimit me më shumë se një biznes privat. Në vazhdim të diskutimeve se si do të mund të funksiononte një bashkëpunim i tillë, është përmes nënshkrimit të kontratës ku fare lihet mund të përcaktohen edhe roli edhe përgjegjësia e secilit aktor. Në këtë rast ekzistojnë disa mundësi, për shembull komuna mundet me mbështet renovimin e ndonjë hapësine të ndonjë biznesi ekzistues ose të ndërtoj një qendër terreni, një tokë private, e cila mund të përdoret për shfrytëzim për qendër të kujdesit në një periudhë të caktuar kohore varësisht se sa është e caktuar në kontratë. Mundësi tjetër mundet me qenë kur komunat e japin për shfrytëzim pronën publike për një periudhë të caktuar për me mbështet qendra private të përkujdeses, qoftë ajo për hapjen ose për zgjerimin e këtyre qendrave. Dhe një mundësi tjetër është kur ato ofrojnë stimulime fiskale për subjektet private, si për shembull lirimin nga tatimi apo subvencionimin në ndonjë aspekti të projekteve të natyrave të tilla. Modeli 4 është zgjerimi i qendrave të kujdesit për fëmijë në bazë me komunitet, e cila arrihet përmes bashkëpunimit mes komunitetit dhe komunës. Një partneritet i tillë, domethënë bëhet fillimisht me kërkesën e komunitetit drejtuar kuvendit komunal për krijimin e një qendre të kujdesit. Më pas kjo kërkesë nëse aprovohet nga kuvendi, në momentin kur aprovohet, domethënë drejtoria e arsimit bashkë me drejtorinë e pronave fillojnë identifikimin e të gjitha tokave publike të cilat munden me u shfrytëzu për ndërtimin ose për renovimin e një qendre të kujdesit. Faza tjetër, nëse veç aprovohet edhe gjendet një tokë e cila i përshtatet kritereve, duhet me u siguru që mandej edhe cilësinë me u siguru që m'ia ofru edhe cilësinë nevojshme për përmbushjen e kritereve të komunitetit. Faza e dytë është kur në fazën e dytë, domethënë komuna veç do të më lajmëru komunitetit për hapjen e qendrës afër Atinës, me fjalë tjera duhet me u lajmëru prindërit e fëmijëve të moshave të përshtatshme, edhe me u bë thirrja për hapjen e drejtuesit të qendrës, e cila bëhet më pas përmes një thirrje publike prej drejtorisë së arsimit, personat e interesuar veç aplikojnë për këtë pozitë. Pjesa tjetër është kur zgjedhet edhe këshilli përzgjedhja e edukatorëve, bëhet përzgjedhja e edukatorëve me ndihmën e drejtorisë komunale edhe me drejtorinë komunale edhe me ndihmën e këshillit drejtues edhe menaxhmentit të qendrës. Pjesa e pagesës mujore mundet me u përcaktu përmes menaxhimit të qendrës edhe komunës, varësisht prej të hyrave të familjes, ku familje që përfitojnë më shumë se 1.000 euro muj, për shembull mundën me pagu deri në 100 euro, familje që i kanë të hyrat 500 deri në 1.000 euro paguajnë dikon deri në 70 euro për fëmijë, ndërsa familje që fitojnë më pak se 500 euro në muaj paguajnë vetëm 50 euro për shërbimet që i marrin për shërbimet që paguajnë për fëmijët. Modeli 5 është subvencionimi i fëmijëve në qerdhet private. Përmes këtij modeli mundësohet subvencionimi i çmimeve të cilët prindërit e paguajnë për shërbimet të kujdesit ndaj fëmijëve në qerdhet private. Me fjalë tjera, të gjitha qerdhet munden me apliku për me marrë një subvencionim të tillë, edhe prindërit paguajnë çmimin e njëjtë që kishin me mujt me pagu edhe qoftë në qerdhe publike ose private, ndërkaq diferenca subvencionohet prej donatorëve potencial ose edhe prej komunës. Mirë po, për të realizuar një gjë të tillë duhet me kalu edhe përmes disa kritereve të vlerësimit, të tilla si mungesa e qerdheve publike që janë në zonat ose komunitetet, vlerësimet e prindërve
për shërbimet që i marrin fëmijët, vlerësimin e inspektoriatit, numrin edukatorëve për fëmijë si dhe kurrikulën e përdorur në këto qerdhe. Një vlerësim i tillë rekomandohet të bëhet për çdo 3 vjet, sepse një gjë e tillë do të kishte bërë që edhe qerdhat me funksionu edhe me vepru në mënyrë më eficiente, për shkak se pas vitit të tretë ato do të mund të merrnin edhe fitimin e vitit pas parit. Për më tepër, një hulumtimi i realizuar prej rrjetit të grupeve të grave ka treguar qartë që menaxhimi i një qerdheje ka treguar kostot potenciale që janë për menaxhimin e një qerdhe. Sipas këtij raporti, menaxhimi i një qendre për 20 fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjet kushton afërsisht 41.204 euro apo 171 euro për fëmijë, ndërkaq për 20 fëmijë më të vegjël të moshës 0 deri në 3 vjet, kosto potenciale e kujdesit kushton rreth 52.564 euro ose 219 euro për fëmijë. Kjo si shkak i kërkesës për dyfishimin e edukatorëve për këtë nivel të edukimit. Modeli 6 është subvencionimi me kupon për prindërit e fëmijët 0 deri në 6 vjet. Përmes këtij modeli, komuna ofron mundësinë për me subvencionu në një formë të kuponi prindërit, e cila do t'i jepet direkt, domethënë familjarëve ose prindit që i kanë fëmijë të moshës 0 deri në 6 vjet. Kjo jo vetëm që do t'i jepte mundësi prindërve që të vlerësojnë shërbimin, po edhe shërbimin dhe cilësinë e këtij shërbimi të qendrave familjare, po edhe ju jep mundësinë e tyre të zgjedhjes. Dhe kjo alternativë besojmë se kish me kriju një stimulim edhe konkurrencë të barabartë në treg për të gjitha qerdhet në vend, qofshin ato publike ose private. Dhe modeli i fundit, i cili është modeli i zgjerimit të qendrave të kujdesit përmes ndërmarrjeve sociale. Në Kosovë, komuna të ndryshme kanë hapësinë për me kriju infrastrukturë për qendra të kujdesit në Kosovë, mirëpo për shkak të limitimeve ligjore, komunat nuk munden me rrit numrin e stafit ekzistues. Në kushte të tilla, komuna munden me kriju ndërmarrje publike ose rajonale, e cila regjistrohet si ndërmarrje sociale. Si e tillë, kjo kish me lehtësu mbështetjen e këtyre ndërmarrjeve, si dhe e lejon komunën me ushtru të drejtën pronësore, ashtu siç është edhe e caktuar në bazë të ligjit për ndërmarrje publike përmes bordeve dhe komisionit komunal të aksionarëve. Unë ka që pata, faleminderit shumë për vëmendjen, nëse keni ndonjë pyetje, urdhëroni. Faleminderit shumë Tringa për këtë diskutim, prezantim telegrafik të këtyre modeleve. Siç thash, nuk është listë shtërruese, po bazohet në hulumtime që kanë bërë organizata ndryshme, kryesisht për kuadër të forumit ekonomik grave, po besoj që ngrisin edhe pyetje janë të rëndësishme për me i trajtu. Po i kaloj fjalën ministrës për reflektimet e saj për modelet e prezantuara, po dhe planet e qeverisë në këtë drejtim. Faleminderit Alban shumë. Përshëndetje gjithë të nderuar panelistrin, faleminderit për prezantimin, të nderuar kolegë bashkëpunëtor. Është kënaqësi për mua që të jem sot bashkë me ju që diskutojmë për këtë temë tepër të rëndësishme. Edhe po ashtu është kënaqësi të shoh që shumë ose të konstatoj të më mirë që shumë nga rekomandimet që vishë prezantuan tashmë këtu janë pjesë të planeve tona, edhe në plot prej tyre vetë se kemi filluar punimin për realizim. Po për te kësaj natyrisht se diskutimi në forume të tilla dhe jo vetëm i kësaj teme tepër të shumë i mirëseardhur, edhe natyrisht se ka ndikim në shoqëri, ndikimi është shumë dimensional, patjetër për vëmendjen edhe rolin që ka në punësimin e grave, si një nga temat që u përmend këtu, por gjithsesi edhe për mirëqenien dhe për zhvillimin e kompetencave jo vetëm të fëmijëve të cilët janë të përfshirë në edukimin e hershëm, por edhe për kthimin që bëhet në zhvillimin e gjithë shoqërisë në një periudhë më të vonshme. Për fat keq në Kosovë akoma përballemi me një përfshirje shumë të ulët në edukimin e hershëm, për shkak të numrit edhe arsyet pse kemi një përfshirje të vogël të fëmijëve në edukimin e hershëm, janë të disa natyrave, duke përfshirë prej numrit të vogël të institucioneve që
mundsojnë përfshirjen e fëmijëve në edukimin e hershëm, resurseve njerëzore që janë të përfshira në këtë fushë, pamundësisë financiare, por në këtë raste edhe për shkak të mungesës të një vedije më të lartë për rëndësinë e edukimit të hershëm, jo vetëm tek prindërit dhe familjet, por për fat keq deri më tani edhe në shoqëri, sepse sado që deklarativisht shumë herë edukimi i hershëm është paraqitur si prioritet i qeverive edhe në politikat e para, shifrat e tregojnë se nuk ka pas një investim të mirëfillt në këtë drejtim. Aktualisht, sipas statistikave, vetëm 19.9% e fëmijëve të moshës 0 deri në 6 vjeç në nivel vendi janë të përfshirë në edukimin e hershëm. Shifrat mbeten shumë të vogla te edukimi në moshën 0 deri në 5 vjeç, pra te edukimi parashkollor, ku vetëm 6.7% e fëmijëve në nivel të vendit janë të përfshirë në edukimin e hershëm, ndërsa qëndrojnë pak më mirë sa i përket përfshirjes në edukimin parafillor, gjithsesi mosha 5-6 vjet, ku përfshirja e fëmijëve është 88.1%, pra dukshëm më e lartë në krahasim me dy të dhënat për moshën deri në 5 vjet. Dhe kjo mbetet shqetësuese sepse për të ndikimit pozitiv që ka në përgatitjen e fëmijëve për shkollë, që vetë u përmend, dhe për të rëndësisë që ka për secilin fëmijë për zhvillimin e tyre gjatë gjithë jetës, investimin në edukimin e hershëm, kjo edhe ngrit mundësinë e zhvillimit të një qytetari të përgjithshëm, të gatshëm për të kontribuar në shoqëri, ndikon në zhvillimin e hendekut në mes të fëmijëve të cilët janë në një gjendje më të mirë shoqëro-ekonomike, me ata që janë në një gjendje më të vështirë socio-ekonomike, por edhe shoqërore në përgjithësi, dhe përgjithsisht se në të ardhmen të gjitha studimet e tregojnë se investimi në zhvillimin e hershëm kthehet shumë fish në zhvillimin e shoqërisë në vitet e ardhshme. Edukimi në fëmijërinë e hershme ndikon drejt për drejt edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik të një vendi. Dhe është e rëndësishme që fokusi të mos jetë vetëm në një qasje, kjo është e pamjaftueshme, por duhet të jetë shumë dimensional dhe gjithëpërfshirës sa i përket edukimit në fëmijërinë e hershëm. Në këtë linjë, prioriteti i qeverisë sonë është edhe edukimi në fëmijërinë e hershme, është një nga prioritetet tona më të rëndësishme, e kemi pas edhe premtim gjatë fushatës qendrore, e kemi të adresuar edhe në programin tonë qeverisës, dhe synohet përfshirja në edukimin cilësor, jo vetëm përfshirje në edukimin e hershëm, po përfshirje në një edukim cilësor për çdo fëmijë si një drejtë të garantuar, pa dallim gjinie, pa dallim etnie, periudhë apo besimi fetar. Dhe për të arritur këtë, natyrisht se ne po punojmë në disa drejtime. Jemi në finalizim të projekt ligjit për edukimin e hershëm, ka përfunduar shqyrtimi paraprak dhe sot derisa ne po diskutojmë këtu për këtë temë në ministri, grupi punues vetë se janë në një takim pune, ku po diskutojmë për adresimin e të gjitha çështjeve nga shqyrtimi paraprak i ligjit, dhe gjatë javës ne do të kemi ligjin në dëgjimin publik, ku të gjitha palët me interes mund të dërgojnë komentet e tyre, edhe pse ishte kënaqësi për mua të shoh që shumë nga rekomandimet që vetë u përmenden këtu tashmë janë përfshirë në projekt ligjin për edukimin e hershëm. Në dëgjim publik projekt ligji do të jetë për 3 javë, pastaj do të votohet në qeveri dhe pastaj kalon në kuvend, dhe konsideroj që me këtë ne po bëjmë një hap të rëndësishëm në plotësimin e infrastrukturës ligjore, e cila natyrisht do të plotësohet pastaj edhe me dokumente tjera përcjellëse, qofshin aktet normative në ligjore, udhëzimet administrative, po edhe diskutime që po bëhen për kurrikulën, për standardet e kështu me radhë. Për te infrastrukturës ligjore dhe projekt ligjit që vetë se përmenda që jemi në finalizim, këtë çështje e kemi adresuar me shumë prioritet edhe në planin strategjik të arsimit në Kosovë për vitin 2022-2027, i cili po ashtu në grupet punuese i ka përfunduar diskutimet, ka qenë një shtyllë, një pjesë e veçantë sa i përket edukimit të hershëm, edhe ky plani strategjik i arsimit është në finalizim, jemi duke bërë aktivitetet që kanë bënë me kostimin financiar të aktiviteteve të planifikuara, edhe besoj që deri në muajin mars do të finalizojmë edhe planin strategjik, ku tashmë e kemi adresuar këtë çështje, dhe përtej kësaj i kemi kushtuar kujdes edhe aspektit buxhetor. Unë pash që ju keni përmend që janë diku rreth 4 miliardë diçka euro për 4 vite. Në fakt, në projekt ligjin e buxhetit vetëm për vitin 2022 ne tashmë kemi ndarë 5 miliardë euro për edukimin në fëmijërinë e hershme. Këtu na mbetet një punë e madhe për bashkëpunim me komunat, sepse si Ministria e Arsimit i zhvillojmë politika,
kemi planifikuar në buxhet, por është një rol jashtëzakonisht i rëndësishëm i komunave në identifikimin e hapësirave fizike për ndërtimin e qerdheve të reja, por po ashtu edhe në identifikimin e hapësirave publike të cilat mund të ridizajnohen për të përshtatur për qerdhe gjithësisht për edukimin e hershëm, kryesisht nga mosha 3-6, por 3-5 dhe 5-6. Këtë linjë tashmë nga Ministria vetë se kemi dërguar një letër për të gjitha komunat që të na njoftojnë për nevojat e tyre edhe që të bëjmë identifikimin e hapësirave në mënyrë që të bëhet investimi edhe të shfrytëzohen në mënyrë efikase mjetet të cilat tashmë janë të buxhetuara, përfshi këto edhe hapësirat ekzistuese, një praktikë që vetë se patëm filluar sa kemi faktikisht sa kam qenë në komunë të Prishtinës, në drejtorinë komunale të arsimit, ku hapësirat ekzistuese të pashfrytëzuara i kemi ridizajnuar duke filluar implementimin e qerdheve me bazë në komunitet të cilat janë treguar si mjaft të suksesshme. Një çështje tjetër që mendoj që është e rëndësishme, politika tjera që kemi adresuar për të ndërtimit të qerdheve të reja gjithësisht, alokimit të buxhetit, sepse na mbetet shumë punë deri në ndërtimin e qerdheve, dhe të them të drejtën, unë jam shumë ashtu përtej objektivitetit që e kam edhe synimit edhe dëshirës për të ndërtuar këto qerdhe, e kam një breng edhe shqetësim sa do të rrimë me komuna të identifikojmë hapësira për ndërtimin e qerdheve të reja, sepse e di sa sfiduese ka qenë kjo për shembull në komunën e Prishtinës, ku vullnetin e kemi pas, mundësit po ka qenë tepër e vështirë, edhe nuk është arritur nga qeverisja komunale, supofën në 2 mandatet e fundit, qeverisja komunale e komunës së Prishtinës për identifikimin gjithësisht për sigurimin e hapësirave, që për ndërtimin e qerdheve po edhe të shkollave. Po për te i kësaj, besoj që një vëmendje të veçantë do të kenë edhe zonat rurale, ku përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm është tejet e vogël, kemi shumë pak fshatra ku kemi qerdhe të ndërtuara. Në komunën e Prishtinës dikon para 5 viteve, nëse s'gaboj, është ndërtuar qerdhja e parë vetëm në fshat, dhe kjo është e rëndësishme edhe për çështjet e barazisë që vetë se i përmenda gjithësisht zvoglimit të hendekut në mes të fëmijëve që vinë nga zonat të ndryshme, zonat urbane edhe ato rurale. Kemi planifikuar tashmë edhe kushtet preferenciale të pagesës ose lirimin nga pagesa për familjet në nevojë, në mënyrë që të mos i pamundsohet përfshirja në edukimin e hershëm fëmijëve të cilët vinë nga familjet me gjendje më të vështirë socio-ekonomike, lehtësimin e procesit të licencimit të qerdheve që janë private, natyrisht duke u siguruar për plotësimin e të gjitha kriterjeve të nevojshme, në mënyrë që përfshirja e fëmijëve, pa marrë parasysh se a janë ata në qerdhet publike apo private, të jetë një përfshirje që i respekton të gjitha kriteret e nevojshme, edhe të sigurohemi që marrin edukimin e hershëm cilësor, pa marrë parasysh e në institucionet publike apo private. Kemi punuar në identifikimin e modeleve të ndryshme të subvencionimit, rregullimin e formave të ofrimit të edukimit në fëmijërinë e hershme, të cilat organizohen me qëllim të rritjes së përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm, dhe në këtë linjë, domethënë pa marrë parasysh sa bëhet fjalë për qerdhet publike, ato me partneritet publiko-privat, qerdhet në bazë në komunitet, qerdhet private apo të tjera, të gjitha do të jenë në kuadër të një politike tonë gjithëpërfshirëse që e siguron një edukim cilësor për gjithë fëmijët, pa marrë parasysh në cilën nga këto lloje të qerdheve, gjithsesi qendrave të edukimit të hershëm të pjesë. Është e rëndësishme edhe kemi planifikuar edhe për organizimin e transportit, por edhe për format alternative të cilat nuk u cekën, për shembull në zona të cilat kanë një numër tepër të vogël të fëmijëve, ku ndoshta nuk është e mundur që të ndërtohet ose nuk është një investim kthyes, atëherë të ketë forma alternative që ofrojnë mbështetje edhe për fëmijët apo të kopaskoshme, jo me përfshirje të hershëm, për organizimi e aktiviteteve që mundson përfshirjen e fëmijëve, pa marrë parasysh sa është kostoja e investimit financiar në këtë drejtim. Ajo që është e rëndësishme të ceki është se me draft ligjin e ri, i cili e përmenda që është pothuajse në finalizim edhe para dërgimit në diskutim publik, edukimi parafillor bëhet i obligueshëm nga viti 2023-2024, do të thotë që është një obligim i joni që të sigurohemi që të gjithë fëmijët prej moshës së paku ata 5-6 vjet të jenë të përfshirë në
edukimin parafillor, sepse kjo do të jetë edhe obligim ligjor. Për të siguruar që gjithë kjo do të ndodhë në një kualitative edhe bazuar në evidencë, procesi do zhvillohet mbi analiza financiare, në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Financave, Punës dhe Tregtisë dhe natyrisht me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Së bashku synojmë të ngrisim jo vetëm çështjen e edukimit cilësor për gjithë fëmijët, por të ndikojmë edhe në përfshirjen aktive të grave në ekonomi, po edhe zhvillimin e përgjithshëm shoqëror. Natyrisht, ky bashkëpunim është parakusht i domosdoshëm për zhvillimin cilësor të shërbimeve që ofrohen për fëmijët në edukimin e hershëm, dhe synojmë që këto të jenë të përshtatura sipas nevojave të çdo fëmijëve, ashtu që bashkërisht të zgjojmë qasjen në çdo program të zhvilluar. E dini se një nga prioritetet tona si qeveri është edhe gjithë përfshirja, dhe në këtë linjë kemi kushtuar një kujdes edhe ofrimit të shërbimeve për fëmijët të cilët mund të jenë me nevoja të veçanta, po ashtu edhe fëmijëve që janë nga grupet më të marginalizuara. Mund të shihet, siç vetë Ceka, që shumë nga rekomandimet që tashmë u përmenden këtu janë adresuar, janë parapri edhe janë pjesë e punës tonë përditshme, për çka natyrisht më vjen mirë, por përtej kësaj jam shumë e vendishme që duhet një diskutim edhe më i madh për rëndësinë e edukimit të hershëm, duhet një përfshirje të gjitha palëve me interes. Vjen mirë që pjesë e panelit kemi edhe ekspert arsimi të edukimit të hershëm, po edhe bashkëpunëtor që me vite tashmë kam punuar në këtë fushë, dhe pres edhe ju inkurajoj që përtej komenteve që mund të japni në draft ligjin që e përmenda, por edhe në planin strategjik i cili do të finalizohet, siç e thash, në muajin mars, të ndiheni të lirë, edhe ju inkurajoj që të vazhdoni të trajtoni me shumë vëmendje dhe prioritet këtë çështje, duke e shtrirë ndikimin edhe me komunat, sepse drejtoritë komunale të arsimit, komunat në përgjithësi, po edhe komuniteti i prindërve janë palë tepër të rëndësishme në këtë proces. Vjen mirë që është edhe nënkryetari i komunës Prishtinës, komunës më të madhe, ku përkundërse kemi numrin më të madh të qytetëve në Republikën e Kosovës, megjithatë përfshirja e fëmijëve në edukim të hershëm edhe në komunën e Prishtinës mbetet shumë e bukur. Faleminderit shumë dhe sukses të tutje. Shumë faleminderit ministre. Sigurisht, siç e thash edhe në fjalim hyrëse, ne do të mesim përkushtuar që në mënyrë konstruktive me i përcjell komentet që jep, po edhe ti bashkojmë komentet e kolegëve tjerë që bashkëpunojnë në kuadër të forumit ekonomik të grave, jo vetëm për këtij dimensioni, po edhe për hulumtime të tjera që besoj e pasurojnë edhe ligjin, po edhe strategjinë në mënyrë konstruktive, besoj mujë me zgjeru vjetin atyne që menojnë ngjashëm për rëndësinë e këtij fenomeni. Unë po i kaloj fjalën zotit Almanzove, nënkryetari i komunës Prishtinës, në planë dhe perspektivën prej nivelit lokal. Faleminderit shumë Alban, përshëndetje gjithë pjesëmarrësve. Kënaqësi e madhe me qenë sot me ju ministre. Faleminderit shumë Artan, Nora e të gjithëve. Me të vërtetë jam i lumtur që sot po e diskutojmë këtë temë, është një prej temave që ne kemi me prioritet lartë në komunën e Prishtinës, i kemi dhënë rëndësi shumë të madhe edhe në planin që kemi prezantuar edhe gjatë kampanjës edhe platformës tonë me të cilën do të udhëheqim. Jemi qysh në start administratë e re, pra në 2 muajt e parë të punës, por kemi filluar me trajtu këtë temë me seriozitet të lartë. E kom analizu punimin që ju keni prezentu dhe ju falenderoj shumë për këtë punim. Është në linjë me disa prej ideve tona dhe sidomos unë do të ndalem dhe do të diskutoj disa prej ideve që ne kemi për të zhvillu shkollimin parashkollor edhe mundësive se si mund bashkëpunojmë me ju po edhe me qeverinë qendrore. Pra këtu të gjithë po pajtohemi që shkollimi parashkollor ka një rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e fëmijëve, zhvillimin shoqëror, pastaj edhe zhvillimin ekonomik të vendit dhe jep efekte në shumë drejtime. E para jep efekte tek fëmijët, e kjo është shumë e rëndësishme, e pastaj jep efekte edhe tek prindrit, sepse i liron prindrit për të qenë më produktiv edhe për të marrë pjesë në tregun e punës. Në rastin e Kosovës, sidomos e liron nanën, e liron pra gruan në mënyrë që ajo të merr pjesë në tregun e punës, të jetë më produktive, e si rezultat pastaj edhe
të themi kështu të zhvilloj ekonominë e vendit tonë. Pjesëmarrja e fëmijëve në shkollimin parashkollor është me të vërtetë nivel shqetësues, edhe pse Prishtina qëndron më mirë dhe qëndron mbi mesatarën e Kosovës si kryeqytet, normalisht edhe për shkak të ardhmave më të larta të familjeve në Prishtinë, prap nuk plotëson standardet, është larg mesatarës së vendeve të rajonit, po edhe vendeve të Evropës, edhe standardeve të themi kështu të botës përgjithësi për të arritur një nivel më të lartë të shkollimit parashkollor. Sa i përket institucioneve në komunën tonë, ekzistojnë 8 qerdhe publike dhe 9 qerdhe me bazë në komunitet. Shumë shpesh përmenden vetëm qerdhet që i takojnë sektorit publik, dhe kjo është e padrejtë në kuptimin e përfshirjes sektorit privat, sepse i lejmë anash e ata sektori privat edhe në këtë sferë të jetës jep një kontribut të jashtëzakonshëm, sepse konsiderohet që janë diku rreth 100 qerdhe private në Prishtinë, të cilat japin edhe njerë po e ritheksoj një kontribut të veçantë. Dhe kur e theksojmë numrin e qerdheve në Prishtinë, do të gjithsesi të përfshijmë edhe qerdhet private, sepse ato janë aty. Normalisht kërkojnë një rregullim më të mirë se sa që aktualisht po ndodhet. Këtu kërkojmë një bashkëpunim më të fortë me ministrinë me mashtin, ku ne do të përfshinim sektorin privat më shumë në këto analizat tona, edhe do ta rregullonim këtë sektor në përgjithësi, për arsye se kemi shumë pak të dhëna. Për shembull, unë edhe kur u përgatita për këtë tryezë dhe për këtë konferencë, stafi i komunës Prishtinës nuk është në gjendje me dhënë shumë informata lidhur me sektorin privat të qerdheve Prishtinë, përderisa jep shumë informata të sakta për sektorin publik. Dhe kjo të jep një varëpërshtypje thuaj se sektori privat është diku anash atje, ata janë jashtë, tjerin ata. Na jemi sektori publik dhe ata janë të tjerët në anën tjetër. Administrata jonë, sidomos kjo administratë e re në komunën e Prishtinës, ne do të mundohemi edhe kemi kështu në princip me ndryshu këtë qasje. Për këtë arsye unë do të theksoj që ne kemi një interesim shumë të madh, sidomos në këto modelet që ju Instituti Rinvest keni prezantuar e që kanë të bëjnë me përfshirjen e sektorit privat në këtë drejtim. Ne edhe kemi premtuar gjatë fushatës që do të orientohemi shumë ka subvencionimi i prindit. Ne nuk po e themi subvencionimi i sektorit privat, sepse s'është e saktë. Po e themi subvencionimi i prindit, sepse ne dëshirojmë ta ndihmojmë prindin në mënyrë që prindit të jetë në gjendje me e dërgu fëmijën në qerdhe, sepse konsiderojmë që një prej barierave kryesore aktuale, sidomos komunën e Prishtinës, është edhe çmimi, edhe kostoja për dërgu fëmijën në qerdhe. Kostoja e qerdheve publike është relativisht e ulët, ose të them kështu shumë më e ulët se sa mesatarja dhe që ju prezantuat. E në anën tjetër, kostoja e qerdheve private ose dërgimit fëmijë në qerdhe private është shumë më e lartë. Dhe këtu do të gjendet një balans, pra të ndihmohet prindin në mënyrë që pastaj zgjedh cilin sektor ose cilin qerdhe dëshiron me dërgu fëmijën. Principisht e dashur që fëmiu me shku në qerdhen më të afërt prej shtëpisë. Dhe normalisht nëse ne subvencionojmë prindin, atëherë edhe qerdhja publike me qerdhen private duhet të jenë të barabarta ose afërsisht barabarta edhe me shërbime, edhe me kualitet të shërbimit, në mënyrë që pastaj për prindin të jetë pothuajse e ngjajshme ku e dërgon fëmijën. Dhe mos të ketë më garë për themi qerdhet publike dhe intervenim të jashtëzakonshëm për të regjistruar fëmijën në qerdhe publike, edhe për shkak të shërbimit, edhe për shkak të kostos së çmimit, por të jetë një shpërndarje më e barabartë. Andaj, ne kemi interesim shumë të madh Alban dhe Instituti Rinvest që të hyjmë në detaje më të thella për modeli numër 2, që është modeli i partneritetit publiko-privat, ku sektori privat ndërton qerdhet, sektori publik e ndihmon ose me tokë, me lokacion,
ose ndihmon mandej edhe me një farloj mbështetje financiare për gjatë kohës, e që është shumë e ngjashme mandej sikurse me mbështet edhe prindin pra me subvencionu kostën. Pastaj kemi një interesim shumë të madh që të hyjmë shumë më shumë detaje, analiza më të thella për modelin e 5, i cili është modeli i subvencionimit të fëmijëve në qerdhet private apo subvencionimit të prindve. Ne nuk shohim shumë dallim të madh mes kuponëve dhe subvencionimit të fëmijëve në qerdhe, pra i jepet prindit një kupon i caktuar, që është në fakt që është fond, e pastaj prindi vendos ku dëshiron me dërgu fëmijën. Por në këtë model duhet që edhe çmimi i qerdheve publike të ngritet dhe qerdhja publike pastaj të konkurrojë me qerdhën private, sepse nuk ka logjik qerdhja publike me kushtu 50 euro, privatja 200, nëse ofrimi i shërbimeve është pak a shumë i ngjashëm. Dhe modeli tjetër që ne kemi interesim të madh që po e analizojmë edhe atje është domethënë ky modeli numër 6 i subvencionimit të prindërve me kupon, e sidomos të prindërve ose të familjeve me të hyra më të ulta. Konsiderojmë, edhe këtu më vjen mirë që edhe ministrja e theksoi, duhet kemi një bashkëpunim, konsideroj që ka nevojë për rregullim më të shtuar të qerdheve private dhe mbikëqyrje. Komuna aktualisht nuk ka një rol të madh edhe në licencim, pastaj një rol të themi kështu të kufizuar në mbikëqyrje në bazë të informatave që i kam, këtu duhet të kemi një bashkëpunim të fuqishëm. Pastaj ne kemi një ide që në fshatra ku pjesëmarrja është relativisht e ulët, të krijojmë edhe hapësira të cilat lidhen me shkollat fillore aktualisht. Ka lirim të hapësirave në shkollat fillore në fshatrat e komunës Prishtinës, pra e para ka klasa të lira, e dyta lirohen më herët, pra nuk punojnë me dy ndrime sikurse punojnë shkollat në qytet, andaj krijohet hapësirë për të, nuk po duam e përdor termin improvizim, por për të kriju anekse ose për të investuar në hapësirat aktuale të shkollave fillore në fshatra, në mënyrë që një pjesë e shkollës të përdoret për shkollim parashkollor, pra investim kapital ku dërgohen gjitha mjetet edhe pajisjet e punës dhe pastaj angazhohen staf që punon me fëmijët e vegjël dhe kësaj pastaj edhe lirohen edhe nanat në mënyrë që ato të marrin pjesë në tregun e punës. Dhe këtë jemi duke analizuar aktualisht me ekipin tonë. Më vjen mirë shumë edhe për ligjin dhe jemi kurreshtar pra me marr pjesë tash në ligjin për shkollimin parashkollor sa më shpejt që është e mundur dhe gjithashtu e konfirmojmë që jemi në kontakt me ministrinë për të ndërtuar qerdhe të reja edhe për të marrë pjesë në këtë fondin 5 milion, ku ne veç se kemi nda një hapësirë. Pra tani jemi në ndërtim, aktualisht jemi në ndërtim të një qerdhe edhe me fondet e IPAS në lagjen Dardania dhe jemi në diskutim për një qerdhe tek shkolla e Gjelbërt atje për një qerdhe të re, pra në këtë vit edhe vitin e ardhshëm do të ndërtohen 2 qerdhe të mëdha në Prishtinë me standarde ndërkombëtare, kurse pastaj edhe një herë për fund po konkludoj që orientimi jonë është kryesisht të fuqizojmë edhe sektorin privat, po dhe të fuqizojmë prindin në mënyrë që të dërgoj fëmijën në shkollim parashkollor. Faleminderit dhe jemi hapur për pyetje dhe për diskutim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Alban. Siç po këtu si komunat kanë specifikat e veta. Prishtina i ka disa hallë, do i kanë hallë të tjera. Për drejtëson Prishtinë, problemi parësor që identifikohet është çështja e përballueshmërisë, sepse qasja më e lehtë, në vende të tjera mungon edhe qasja edhe përballueshmëria o problem. Kështu që gjitha këto modele, siç thash, mund me përbrendsu edhe me adaptu konteksteve të caktuara lokale. Ne pak para pandemisë kemi pas bashkëpunim me 2 komuna ku është identifikuar një problem ku komunat e kanë pas hapësirën për shkak të ligjit i cili kufizon për në rritë numrin e shërbimeve civile dhe të stafit, nuk mund me rekrutu staf të ri, ata kanë provu me kontraktu shërbime,
problemi është se s'mund me kontrollu cilësinë e shërbimit. Mandaj ky u kon një prej diskutimeve që ka inicuar edhe këtë modelin e fundit të shtatë për ndërmarrjet sociale, e cila mundet me qenë një modalitet për faktin se ato janë ndërmarrje që avancojnë objektiva sociale, komuna mundet me i mbështet drejt për drejt pa u kon në disharmoni me ligjin për konkurrencë, sepse kjo është edhe çështje e konkurrencës për mos me dëmtu sektorin privat, me që rast kishme u trajtu si transfer dhe mbështetje drejt për drejt e komunës. Pra, me fjalë tjera është shumë dimensional probleme, po më mirë që po marrëm pikpamje të ndryshme në këtë kontekst. Po i kaloj fjalën zonjës Malinda Xhetia Xhele, nga Fakulteti i Edukimit, prej perspektivës saj si është këtë çështje. Faleminderit shumë. Atëherë nderuar ministra, të nderuar panelistë, të nderuar kolegë miq, mysafir këtu në këtë tryezë, organizator, faleminderit për ftesën. Unë gjithmonë kam kënaqësi të jem pjesë të debateve kur flitet për edukimin në familjinë e hershme. Kam avokuar me vite për trajtimin e familjes së hershme, ndryshe nga siç është trajtuar deri më sot. Ka pasur debate të tilla edhe më herët dhe gjithmonë familja e hershme ka qenë ashtu temë debati, mirë po në hapa konkret shumë pak është vepruar, siç po tregojnë edhe statistikat edhe gjendja në të cilën gjendet kjo hallke e sistemit të arsimit Kosovë. Unë do të ndalem pak në dy çështje pak më ndryshe siç u trajtuan nga ana e panelistëve parafolës. Do të ndalem tek çështja e cilësisë ofrimit të shërbimeve në familjinë e hershme dhe po nisem prej të dhënave të cilat kanë dalur nga rezultatet e PISA 2018, ku është konstatuar se 15 vjeçarët tonë kanë treguar rezultate më të ulta, aq më shumë se sa kanë qëndruar në kopsht. Pra, fëmijët që kanë pasur më shumë vite të edukimit në familjinë e hershme kanë treguar rezultate më të dobta se sa fëmijët që kanë ndetur po e zënë vetëm një vit në edukimin organizuar institucional të familjes së hershme. Kjo na bën me reflektu nëse gjithëpërfshirja statistikisht e rritur flet edhe për mirëqenien e fëmijëve në institucionet të edukimit të hershëm. Kujdesi duhet me qenë jashtëzakonisht i madh në atë se çka u ofrohet fëmijëve. Unë e kuptoj qasjen tuaj që ideja që nanat të lirohen për të punuar është shumë e rëndësishme, megjithatë duhet ta kemi për bazë që interesi më i miri i fëmijës duhet të jetë në rendin e parë dhe pastaj vijnë interesat e tjera të shoqërisë, sepse kjo në rotacion i kthehet në bumerang prapë shoqërisë. Ta kemi parasysh pra që shpesh është folur për rritjen e statistikave dhe kemi pasur deklaratat të kënaqësisë në fëmijët e moshës 5 deri 6 vjeçare në Kosovë janë të përfshirë mbi 90% në institucionet të klasave parafillore, ashtu si quhen në terminologji. Ndërkaq, ne të gjithë e dim edhe po besoj keni dëgjuar që fëmijët e moshës 5-6 vjeçare shkojnë në shkollë dhe ndjekin 10 lëndë mësimore, me çanta me libra të stërngarkuara, jo adekuate për familjinë e hershme dhe moshën parashkollore, janë të ngarkuar me detyra të shtëpisë, me mësim të shkronjave, të llogaritjes numrave, kështu me radhë, çështje që bien ndesh me nevojat zhvillimore të fëmijës në këtë moshë që kryesisht rekomandohet që të mësojnë përmes lojës, përmes kënaqësisë dhe objekteve konkrete edhe jo përmes ligjëratave, mësimeve shkollore. Kjo do të thotë edhe pse kemi statistika në rritje të përfshirjes, fokusi duhet me qëndru sërish tek cilësia e cila do të sigurohet në këtë moshë të edukimit. Çfarë dua të them është që duhet me pas kujdes nëse po flasim për nënat dhe dhënia e mundësisë së tyre për të punësuar, një ndihmë e mirë do të ishte nga të gjithë aktorët që sot po flasin për këtë temë, ta kemi parasysh që fëmiu ka nevojë për prindërit së paku një vit pas lindjes, që të jetë afër tyre, që të krijojë atë ndjesinë e përkatësisë edhe të lidhjes me një person të dashur siç është prindja. Do të thotë studimet tregojnë që fëmijët që nuk e kanë pas afërsinë e prindit në moshën më të hershme kanë devijuar në sjellje shumë herët në krahasim me fëmijët të cilët
e kanë pasur këtë dashuri të ofruar nga prindërit e tyre. Kështu që ta kemi parasysh një subvencionim i mundshëm do të ishte që nënat ose baballarët cili do që e ka mundësinë më të lehtë për të kujdesur për fëmijën, tu sigurohet së paku ky nivlet që t'jenë afër fëmijës së tyre. Më vonë e kemi një çështje tjetër që për fëmijët 0 deri në 3 vjeç, për kujdesen edukatorit të pak kualifikuara, me shkollim të mesëm, jo adekuat as pak, do të thotë kujdesen motra edukatore të cilat kanë të përfunduar shkollën e mesme të pediatrisë ose të mamis. Do thotë ato kanë mësuar si të kujdesen për një person të sëmur dhe asnjëherë si të kujdesen për rritjen, mirëqenien dhe zhvillimin e një fëmije të shëndosh 0 deri në 3 vjeç, kur është mosha kyçe, kur fëmiu mëson gjuhën, mëson të hecë, mëson të socializohet, mëson të t'i kaloj emocionet, të piqet e kështu me radhë. Dhe tani po e shihni do thotë sa e rëndësishme është përmbajtja e cila u ofrohet fëmijëve në këtë kohë në raport me statistikat për cilat zakonisht fokusohen politikat arsimore deri më tani. Përveç kësaj do të thotë ne si Fakulteti i Edukimit kemi kualifikuar 200 edukatore të kualifikuara në nivel universitar për të punuar me fëmijët e moshës 0 deri në 3 vjeç, përkundër që mentaliteti i keq trajton ato duke u thënë që kanë studiuar për 4 vite për të ndru pampersa, po e zëm, ato edhe nuk trajtohen ligjërisht me pagesë, paguhen prapë si motra edukatore. Do të thotë në kopsht ku ato janë punësu, jo që edhe kanë vështirësi edhe për të punësu, sërish do të thotë merren në punë persona që janë me kualifikime më të ulët, për shkak që kualifikimi i tyre implikon pagesën që do duhet të ishte në nivel universitar dhe jo të shkollimit të mesëm. Unë po besoj që gjithë jeni të vetëdijshëm që një edukatore e kualifikuar cilësore implikon patjetër edhe zhvillimin më cilësor të fëmijëve dhe mosha 0-3 nuk duhet, edhe e keni pa edhe propozime për pagesa të koeficientit të edukatorëve, jo tashmë të kaluar kur janë diskutuar që kanë shkuar edhe në parlament, sa më të vegjël që kanë qenë fëmijët, pagesa koeficienti ka qenë më i vogël. Në shtetet ku edukimi fëmijëri i jashtëm trajtohet denjësisht, sa më të vegjël që janë fëmijët, puna është më e vështirë, pa edhe koston e shpenzimeve që është më e madhe për të punuar me fëmijët e kësaj moshe, por edhe mosha është më e ndihshme dhe zhvillimi është më i hapshëm pikërisht në këtë kohë. Duhet punuar urgjentisht që të miratohen standardet kombëtare të kualifikimit të edukatorëve, për shkak që ne nuk ju e dini tashmë janë 5 universitete të cilët përgatisin edukatorë dhe ka pasur edhe kolegje që jo ligjërisht kanë përgatitur edukator për punu me fëmijët e moshave 0 deri në 6 vjeç. Pra na duhen standardet e kompetencave në nivel në njëdim me Bashkimin Evropian, të cilat janë shkatësit vlerat e diturit e edukatorëve që i duhen shtetit tonë sot. Përveç kësaj, pastaj do të kishim një përgatitje të edukatorëve në një limë pak a shumë të njëjtë në të gjithë vendin dhe jo universitetet të ndryshme të përgatisin edukatorë me standarde të ndryshme. Përveç kësaj, edukatorët pastaj duhet përkrahur dhe këtu kemi edhe ministrinë dhe komunat që duhet mendu që zhvillimi i vazhdueshëm profesional i edukatorëve është i domosdoshëm dhe ata duhet planifikuar në buxhetet e tyre që përveç ndërtimit lodrave edhe infrastrukturës të kujdesen që edukatorët të jenë cilësore. Kjo përkthehet shumë thjesht më e dobishme se sa blerja e lodrave cilësore, të shtrenjta, po them se jo cilësore. Kemi kopshte të cilat sot prindërit privat paguajnë mbi 250 euro, janë kopshte luksoze, të cilat në përkthem i bën që fëmijët në të ardhmen do të dëmtohen nga oferta kaq cilësore zhvillimit në fëmijërinë e jashtme. Çfarë do thotë kjo? Që fëmijët në fëmijërinë e jashtme duhet luajnë me gjëra të thjeshta, me lodra nga natyra, të qëndrojnë sa më shumë jashtë dhe jo të rriten me luks, për shkak që asnjëherë nuk është e sigurt që secili prind do t'i asigurojë fëmijës së tij gjatë gjithë jetës po të njëjtin luks që ka pas në kopsht.
Kur fëmiju shkon prej një kopshti shumë luksoz në një shkollë publike, po e zëmë në klasën e parë, ai do të përjetoj shok me vetë pamjen e klasës, e cila dhe pastaj krijohet që ajo rezistenca dhe mos dashuria ndaj librit, ndaj shkollës, për shkak edhe të ngarkesës, ose për shkak ngarkesës me libra që ka pas parafillor, ose për shkak dallimit jashtëzakonisht të madh që e ka pas në kushtet në cilat është rritur në kopsht dhe tash në shkollë. Këtu po dal tek përmbajtja, tek kurrikula, pra kemi pasur dhe thëtë problemet madhore që sa vite vendi jonë nuk e ka një kurrikul të miratuar bashkëkohore të edukimit në femërimin e hershme dhe mbetet në ndërgjegjen e edukatorëve se si punojnë me fëmijët e grup moshave të ndryshme. Dhe thëtë nuk i kemi pas piketat zhvillimore caktuar se ku dëshirojmë t'i çojmë fëmijët e tonë deri në moshën 6 vjeçare. Cila është fëmia që na e dojmë kur i bën 6 vjeç para se me fillu klasën e parë. Tani do thot me projekt ligjen i cili besë gati është i gatshëm, jam pjesë edhe e grupit punues, po ashtu jam edhe pjesë e komitetit për krahjen e edukimit në fëmijërinë e hershme, i sapo themeluar nga Ministria e Arsimit, një komitet që është multidimensional, përfshin të gjitha aktorët dhe të gjitha sektorët, sepse fëmijëria e hershme është multisektoriale dhe përfshihet edhe mirëqenia dhe shëndeti dhe edukimi në një vend të integruar, po besoj që nuk do t'i lëm ashtu gjëra që vetëm të fliten dhe të diskutohen dhe pastaj t'i harrojnë pas një kohë shumë të shkurtër, por do të kemi kujdes që të avokojmë që të gjitha premtimet të realizohen dhe gjithmonë në të mirë dhe në interesin më të mirë të fëmijës. Pra duhet urgjentisht një kurrikul e cila është e bazuar në lojë, në nevojat, interesat, potencialet e fëmijës dhe jo në dëshirat e të rriturve për të rritur libra ose për të pasuru veten përmes këtyre aktiviteteve që nuk përputhen as me interesat, as me nevojat, as me potencialet që një fëmijë moshës parashkollore ka. Drejtëm ju thonë kemi pas politikat gabueshme të fëmijërisë hershme deri tash që kanë dëmtu. Unë nuk po e them këtë, po e thonë edhe rezultatet e PISA-s, pra llogaritni fëmijët që janë testuar në PISA 2018 kanë tregu pra rezultate më dopta sa më gjatë që kanë qëndruar në kopsht. Unë kuptoj që ata fëmijë kanë qenë në kopsht me njëherë pas luftës dikon 2002-2003, megjithatë dhe nuk ka pas ndoshta shumë cilësi në ofrimin e edukimit parashkollor, po megjithatë po shpresoj që do duhet të dilte ashtu siç dalin rezultatet në krejt botën që fëmiu sa më gjatë që ka lënë në kopsht do të tregon rezultate më të larta edhe akademike në teste. Përveç kësaj do të thotë vetëm edhe këtë po e shtoj, do të thotë është urgjente përveç kurrikulës, do të thotë edhe rikualifikimi dhe mbështetja e edukatorëve të moshës 0 deri në 3 vjeçare, sepse po investohet në mënyrë gjithmonë e kemi lënë këtë kohë edhe ka qenë edhe mentalitet që me fëmijë do të punoj kur të shkon në shkollë fëmia, do të thotë po e lani herë s'po merrem me të, sepse kur shkon në shkollë pastaj unë do të angazhohem si prind, të ndryshoj ky mentalitet në prindërim. Do të thotë kemi një qasje, dy qasje të prindërimit sot, do të thotë ose fëmiu stërngarkohet me akademizëm, po e quaj kështu në thonjza, në moshë shumë të hershme, ose injorohet totalisht zhvillimi i tij duke thënë që po e lë të bën çfarë do për momentin sepse do të investoj kur shkon në klasën e parë. Pra të avokohet pak edhe për një prindërim më të përgjithshëm në fëmijërinë e hershme, ku prindi investon jo vetëm duke i ble fëmijës lodra të shtrenjta ose duke dërgu në për ambiente të mbyllura prap për ta mbytur kohën ashtu, ose për t'u largu, për të pushu prej fëmijëve, por të investohet në komunikim me fëmijët, në kohë cilësore të prindit me fëmijën, për shkak që fëmiu pra gjithmonë ka nevojë më tepër për praninë e prindit për të folur, po e shefni në çdo lagje ka dikun 10 logoped që po punojnë me fëmijët që nuk po flasin, për shkak që prindërit nuk po flasin me fëmijët e tyre. Është çështje falas
me fol me fëmijën tënd, nuk ka nevojë kërkosh me subvencionu, as komuna, as shteti do të mund ta bësh vetë. Tashmë as gjyshet po tregojnë tralla, kështu që definitivisht nuk po e tham kështu si shaka. Pra, ka shumë çështje për të diskutuar, ishin disa çështje që lidhen me cilësinë, që pra mos mendoj veç të rrisim statistikat, po të kemi mirëqenie të fëmijëve edhe edukim cilësor. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zonja Gjela, jo pajtohem plotësisht se çështja e cilësisë është po aq e rëndësishme sa kjo çështje e çastjes, arsyeja pse ne kemi marrë prej thjerëzës përfshirjes grave në treg punës nuk është ekskluzive, pra me fjalë tjera kjo nuk i përjashton arsye tjera pse na e vështrojmë këtë problem. Madje pak probleme në politika publike një në cilën ndërthuren qatë shumë elemente që vish përfitim ka, çka do që i bën vish përfitim ka. Edhe cili do dimension që të analizojnë, sigurisht se e ka meritën e vetë. Çështja veç unë dita prej asaj të diskutimit juaj për qëndrimin me fëmijë në moshën krejt hershme, ka qenë një prej pikave që ne kemi adresuar me një prej pozicioneve në kuadër të këtij diskutimi që trajton ligjin e punës e që avokohet për pushimin prindëror si një mekanizëm i cili edhe krijon barazim treg për arsye se vlerësimet tona e kanë nxjerrë që në qoftë se edhe burrat janë të kualifikuar për pushimin prindëror, atëherë i ul stimujt e sektorit privat për me diskriminu gjatë rekrutimit. E që e adreson pjesërisht edhe problemin, pra ka stimuj pozitiv që mund me rregullu këtë çështje, po në anën tjetër edhe i kontribon kësaj pjesës që me drejt ju e evidentuar që lidhet me lidhjen themi që e krijon fëmia me prindin në atë moshë të hershme. Po i kaloj fjalën Norës, Nora Latifi prej Institutit GAP për vështrimet e saj, me Norën dhe bashkëpunojmë në kuadër të forumit. Nora. Faleminderit Alban. Siç e tha Albani, na si GAP jemi pjesë e forumit të grave së bashku me Reinvestin dhe organizata të tjera në vazhdimsi avokojmë për shqyrtimin ekonomik të grave. Pjesëmarrja jem sot është pak më shumë ndoshta edhe në aspektin për shkak që kam qenë përfshirë si njëri prej prindërve në këto këshillet e prindërve, sidomos në këto kopshtet me bazë në komunitet, në komunën e Prishtinës. Për sa afër me i kam pa edhe sfidat dhe sukseset në vazhdimsi të këtyre kopshteve. Përkundër që edukimi parashkollor vlerësohet të jetë baza që përcakton mandej edhe suksesin në mirëqenien e fëmijëve në shkollimin e më të tjershëm, ashtu siç u tha para foljes se ky nivel nuk është trajtuar ndoshta me prioritetin e duhur në politikat arsimore në Kosovë ndër vite. Sipas raporteve ndryshme të organizatave në vend, Kosova domethënë mbetet në një nivel shumë të ulët të përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm. Kjo mund të jetë si arsye për shkak të një kapaciteti të ulët të institucioneve parashkollore dhe sidomos edhe kosto e papërballueshme dhe ndoshta asaj vetdijes që përmendi edhe ministrja së përgjithshme tek shoqëria jonë që ndoshta edukimi të bëhet brenda familjes. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar shkolla punësimit te gratë ka qenë vetëm 15.9%, ndërsa tek burrat mbi 42%, ndërsa shkolla papunësisë tek gratë që përfshin vetëm persona të cilët kërkojnë punë, ka qenë rreth 29% në krahasim me atë të burrave për 24%. E në anën tjetër nëse shikojmë domethënë shifrat tek punkërkuesit, shohim se interesimi grave për me gjetë një vend pune është gati i njëjtit nivel me ato të burrave. Për më shumë, punkërkuesit gra kanë zakonisht nivel më të lartë të shkollimit se sa burrat. Po ashtu nëse i shikojmë edhe danat prej universiteteve publike dhe private, shohim se numri i vajzave që diplomojnë në vazhdimsi është më i lartë se sa i djemve. Shkolla e ulët e punësimit të grave ku njëra ndër arsyet është edhe ajo se kanë përgjegjësi familjare dhe nuk janë të interesuara për të kërkuar punë, është se ato ballafaqohen edhe me barriera të tjera të punësimit, të cilat tregojnë se pse gratë në Kosovë vazhdojnë të jenë më pak të punësuara se sa burrat edhe më pak të përfaqësuara, sidomos në pozita të larta menaxheriale të cilat kryesisht dominohen nga burrat. Domethënë ligjet dhe rregullore që rregullojnë
në këtë rast edukimin e hershëm duhet me e vuat bazën edhe rregullat e një sistemi të mirëfillt që i referon edhe zhvillimit edhe edukimit një të kohë të fëmijëve. Kopshtet në bazë komunitet, do vesh me dhoni një shembull për shkak edhe të përvojës time në këto kopshte. Domethënë Kosovë kanë filluar si iniciativë komunës së Prishtinës. Këto kopshte janë të regjistruar si organizata jo qeveritare, ndërsa komuna e Prishtinës ka ndihmuar me regjistrimin edhe mandeme për krahje tjetër derisa këto kopshte në një pikë bën edhe të vetëqëndrueshme. Domethënë këtë rast komuna e Prishtinës jep tokën, jep hapësirën, objektin një organizate ku themelues janë banorët e atij komuniteti, në këtë rast që prind, domethënë që kanë fëmijë të moshës parashkollore. Këto kopshte, ashtu domethënë si këto publike dhe private, funksionojnë në të njëjtin me të njëjtin mision, ku e kanë domethënë si mision edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve në fëmijërinë e hershme dhe kanë standarde të larta pedagogjike. Në raporte të ndryshme të cilat kam pasur edhe nga organizata vendore, ndër institucionet parashkollore më të preferuara nga prindrit, vazhdojnë të jenë ato me bazë në komunitet. Kjo për shkak se këto kopshte menaxhohen nga prindrit dhe menaxhmenti i stafit dhe stafi i kopshtit, edhe duke pasi interes direkt në këtë rast timin për shembull mirëqenien dhe edukimin e fëmijëve të mi, prindrit janë pjesë e vendimarrjes së këtyre kopshteve dhe kontribuojnë në vazhdimsi në ngritjen e cilësisë. Domethënë prindrit përmes këtyre këshilleve të prindërve marrin pjesë edhe në rekrutimin e stafit dhe edukatorëve dhe janë pjesë të gjitha proceseve të tjera të kopshtit. Domethënë janë një mundësi shumë e mirë për me rrit numrin e fëmijëve në edukimin e hershëm, pasi që operojnë si të pavarura financiarisht, duke i largu këtë barë si nga niveli qendror ashtu edhe ai lokal. Po ashtu, mendoj se është forma më e mirë nëse e krahasojmë me ato publike ose private, pasi që menaxhmenti i kopshtit nuk është faktor kyç, në vendimarrje, pa pasur edhe miratimin, këtë rast dhe bashkëpunimin e prindërve. E në anën tjetër, për shembull te kopshtet publike, organet e institucioneve publike, në këtë rast drejtoritë komunale të arsimit, janë vendimarrësit edhe përgjegjësia llogaridhënia shkon sikur duke rënë pastaj tek menaxhmenti edhe stafi i këtyre kopshteve publike. Tek kopshtet me bazë komunitet, në këtë rast përgjegjësia dhe llogaridhënia për punë është në nivelin më të lartë, për shkak të kësaj, domethënë përgjegjësie ndaj prindërve dhe menaxhmentit. Po ashtu tek këto kopshte në këtë rast për shembull nëse krahasohet me privatet, fitimi financiar nuk është qëllim, edhe brejnë, edhe prandaj nuk ka kufizimi në investime, për shembull të mututjeshme të cilësisë apo në infrastrukturë, nëse mundësitë buxhetore lejojnë një gjë të tillë. Përfshirja e fëmijëve në një masë më të madhe në aktivitetet parashkollore do të nxiste rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. Po ashtu në Kosovë, nga dhënat e Agjencisë të Statistikave të Kosovës, shohim se gratë janë më shumë të punësuara në sektorin e arsimit, se sa burrat, edhe kjo është ndoshta në një formë tjetër do të ndikonte në rritje të grave të punësuara në këtë sektor. Prandaj edhe si shtytje për rritjen e grave në tregun e punës përmes kësaj alternative, edukimi i hershëm duhet të jetë prioritet për institucionet relevante në këtë rast. Fëmijëve duhen të ofrohen më shumë mundësi kreative të nxënit dhe të ketë më shumë përgjegjësi e llogaridhënie nga edukatorët. Për më shumë duhet në vazhdimsi të ketë monitorim dhe mbikëqyrje për punën e institucioneve parashkollore dhe në vazhdimsi të bëhen vlerësime të performancës. Faleminderit. Faleminderit shumë Nora për këto vështrime edhe për përvojës drejt për drejt. Unë edhe në fillim e ceka se këto statistika besoj duhet për natyrë pru të gjithve, janë të papranueshme për nivel me zhvillimi që ka Kosova edhe për aspiratet që i ka, qoftë për pjesëmarrjen e fëmijëve në arsimin parafillor, po edhe të grave në ekonomi. Për momentin thjesht gratë drejt punës nuk kanë zgjedhje. Kjo sipas përkufizimit është diskriminim, nuk qëllimi jonë është që të krijohen stimuj qoftë sektorit publik, sektorit privat, si mundsojnë me pas zgjedhje. Prandaj çështja e zgjedhjes është çështje individuale, secili i përcjell stimujt e vet. Sigurisht se edhe modalitetet që përmend përfshirë kjo me bazë në komunitet.
jo modalitete cilat në disa komuna duket se realizohen më lehtë, disa komunitete është më e vështirë me u realizu, edhe për shkak të ushtrimit drejtës pronësore, prej disa komuna jo lehtësisht hekin dorë prej ushtrimit drejt për drejt drejtës pronësore, me thonë mbi institucionet, po edhe mbi një lloj kontrolli që dojnë me pas, sepse kemi evidentuar prej matje në terren. Ideja është që këto modalitete mund të kombinohen, që me ofru themi një model i cili i përshtatet një konteksti të caktuar. Unë po i kaloj fjalën të hapi diskutimin, po filloj me Bardhën, nëse më Bardha veç me të lutë me prezentu me për tjerë. Përshëndetje të gjithëve, më shumë të njihemi, unë jam Bardha Qirizi nga EduTask. Ajo që kisha dashur me cek si fillim është që menaxhimi i institucioneve të edukimit të hershëm duhet të bëhet në bashkëpunim me nivelin qendror dhe lokal, për shkak të përgjegjësive të ndara që kanë këto dy nivele lidhur me menaxhimin e këtyre institucioneve. Dhe me këtë rast kërkohet jo vetëm bashkëpunim, por bashkërendim dhe ndryshim të politikave, të cilat e mundsojnë ndryshimin e ligjeve, udhëzimeve dhe praktikave për ta bërë të mundur një menaxhim gjithëpërfshirës edhe serioz për të arritur ambicjet tona, të cilat kemi paraqitur në këto dokumente strategjike, qoftë në dokumentin e qeverisë për planin zhvillimor, qoftë në dokumentin e ministrisë për planin strategjik, që ne synojmë edhe si shoqëri, edhe si qeveri, edhe si qeveri lokale, sigurisht edhe qeveritë lokale kanë pasur synime të larta për rritjen e përfshirjes në arsimin e hershëm, por pa një bashkërendim serioz, nuk mund të arrijmë atë gjithë përfshirje që synojmë që është 30% në 5 vitet e ardhshme. Prandaj kërkohet një bashkërendim ku politikat duhet të ndryshohen, ligjet të ndryshohen edhe të ndryshohet edhe koncepti. Ju në punimin tuaj e keni përmend qendrat e kujdesit, edhe kjo sigurisht ka ardhur për shkak të terminologjive të ndryshme që përdoren në shoqërinë tonë për qerdhet edhe organizatat ose qendrat e komunitetit, po ne duhet të jemi të vetëdijshëm pse kemi këtë terminologji. Edhe kjo ka të bëjë me konceptin e kujdesit, për shkak se shumica e qerdheve e kanë pas një trajtim fatkeqësisht pas luftës, se kemi praktika më të hershme para luftës që programet në qerdhet kanë qenë më të mira se sa janë sot. Unë vetë kam përjetu edukim të hershëm në qerdhet e Kosovës si fëmijë, edhe ato janë dukshëm më të mira, kanë qenë dukshëm më të mira se sa atë përvojë që kanë pas fëmijët e mi, qoftë në qerdhet publike, qoftë në qerdhet private. Edhe ky koncepti i kujdesit ka të bëjë me atë që kolegët e theksuan, që ne i dërgojmë fëmijë, jashtë standardeve që janë për zhvillimin e fëmijëve, i lënë flen nga 2-3 orë, pastaj i lënë vetëm ulur edhe pa aktivitete zhvilluese, edhe në raste të tjera i mbigarkojnë me aktivitete akademike të papërshtatshme për moshën e tyre. Prandaj këtu kërkohet një riorganizim mendoj i politikave të licencimit të qerdheve, të gjitha qerdhet publike dhe private duhet të kenë standarda të njëjta për hapjen e tyre dhe për licencimin e tyre, si dhe standarde të njëjta për vlerësimin e tyre. Edhe këtu kanë rol ministria edhe komunat, sipas ligjeve që janë momentalisht në fuqi, që përfshin inspektoratet, por edhe kisha pas dëshirë të kemi edhe një transparencë, po edhe një llogaridhënie më të madhe me organizimin e disa praktikave për sigurimin e cilësisë, të cilat nuk janë duke aplikuar në Kosovë, edhe pse kemi ligje të aprovuara lidhur me to, sikurse është vlerësimi jashtëm institucioneve, gjitha institucioneve. Deri më tani ka pasur një dështim
në vlerësimin e institucioneve të edukimit të hershëm, po edhe të institucioneve të tjera, ka pasur kapacitete të munguara në nivel të inspektorateve, qoftë të ministrisë, qoftë të komunave, edhe ka pasur një largim nga përgjegjësia e inspektoratit për qerdhet ose institucionet private. Për shkak se ne jemi të vetëdijshëm që shumica e institucioneve private nuk I plotësojnë as kushtet e ndërtesave, edhe të hapësirës, edhe të kualifikimeve, edhe të kushteve tjera që janë të nevojshme. Prandaj mos më zgjat po pajtona me gjitha këto që u thanë këtu, po kjo është me rëndësi që ne si komunitet të adresojmë, të shiqojmë mirë të ligjet terminologjinë, edhe të shiqojmë ndërveprimet me ligjet tjera. Për shembull, nëse ne pajtohemi që duhet me pas pushim prindror 1 vjeçar, atëre politikat duhet me qenë përshtatje me këtë mënyrë që me asiguru prindërve një kujdes prindror 1 vjeçar. Nëse na pajtohemi që kemi subvencionim të prindërve për me pagu një kosto të qerdheve, atëherë ne duhet me rishikuar dhe politikat financiare të financimit, për shkak se për momentin Kosovë, kostoja të qerdheve ose institucioneve të arsimit është më shtrejtë se kostoja e universiteteve për familjarët. Do me thonë, folëm për çmime, edhe nëse të kujtohet Albania kemi diskutuar dhe me juve dhe me Artane Rizvanov në 2007 aspektet e zhvillimit qëndrueshëm, për momentin kostot e edukimit të hershëm, do me thonë, kalojnë çmimin për kokë të kostove për universitet. Kjo do të thotë që na barën e edukimit edhe koston, pjalirojmë atyre që kanë marrë edukim ma para prak, edhe të ngarkojmë atyre që e kemi obligim t'ja japim edukimin pa para. Do me thonë, në politika duhet me fillu prej edukimit hershëm e me lirime, edhe të shku pastaj në edukimin universitar në një farë politike, bashkësisht se çfarë strategji ose se çfarë shteti jemi, çfarë nuk shkon e kundërta të jetë universiteti pa pare e qerdhja me pare. Do me thonë, nuk shkon në atë aspektin e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë edhe afatgjatësisë politikave publike. Kështu që nëse e kemi seriozisht, unë mendoj që duhet edhe struktura financiare, formula financiare në arsim duhet të rishikohet seriozisht. Faleminderit Bardha, besoj që ngritet do pyetje shumë legjitime. Sa I përket kësaj të mbikëqyrjes së cilësisë, ne kemi pasur një ide në një për diskutime që kemi ngrit, e që po besoj edhe kjo konfirmu për asaj që tha Nora, te rasti I prindërve që marrin pjesë në vendimarrje, te rasti I qerdheve me bazë komunitet, që cilësia është më mirë. Kjo mund të organizohet përmes rangimeve që I bojnë institucioneve prindërit. Ka sot shumë tregje që funksionojnë të parregulluar veç përmes rating, si Uber, si Airbnb, si lloj ratings që mund të u përdor në funksion të kësaj. Ku ata që marrin shërbimin janë të thirrur për me vlerësu cilësinë e shërbimit që po e marrin. E kjo kish mujt prandaj me informu edhe pjesën e subvencionimit dhe çfarë do lloj formule të financimit që e zvoglon hendekun e asimetrisë informative. Po edhe modele shtetërore që bëjnë randimin, kuptimin e llogaridhënies. Kjo nuk I përjashton në inspektoratin e këto tjera që vetë se ekzistojnë, po për tek kësaj mund me adresu. Nëse ka një reakcion të Kështë reakcionën? Po, të falenderoj Bardha, është e saktë kjo që po e thuni, do me thonë, është shumë e rëndësishme që të ketë një mbikëqyrje, të ketë një sigurim cilësi, sikurse në institucione tjera që kemi. Do me thonë, ne kemi një mbikëqyrje më të madhe tek shkollat fillore, tek arsimi fillor, mandej tek arsimi mesëm, e pesatashti për shembull tek arsimi I lartë ka një mbikëqyrje të vazhdueshme edhe përmes agjencioneve të cilat e mbikëqyrin cilësinë në institucionet e arsimit të lartë, njëjtë duhet me ndodhë edhe për këto institucione. Pra të ketë një mbikëqyrje të cilësisë,
Komuna me sa tash e pash edhe po e përjetoj, nuk kanë kapacitete me mbikëqyr këto institucione. Do të thonë, komuna nuk ka kapacitete me mbikëqyr as institucionet e arsimit fillor të mesëm, e lërë tash të shtohet edhe një numër i caktuar institucioneve tjera për mbikëqyrje, siç janë për shembull 100 e kusur qerdhe në Prishtinë. Do të thonë, komuna e Prishtinës me këto kapacitete, me këto resurse humane që ka aktualisht do të bllokojë në tërësi ose siç edhe ndodh, do të bënte ato tikat pa e mbikëqyr cilësinë në fakt. Pra bëhemi kinse po e mbikëqyrim cilësinë, në fakt cilësia nuk mbikëqyret. Qysh edhe tash po ndodh edhe me këto pjesë tjera të arsimit, themi, me arsimin fillor, me arsimin e mesëm, pra ne kemi edhe aktualisht vrejtjet mëdha në mbikëqyrjen që po bëhet. Dëshirojmë me ngrit krejt cilësinë në mbikëqyrje. Kjo një. E dyta që dashta me reagu është me qerdhet me bazë të komunitet. To po funksionojnë jashtëzakonisht mirë, por po subvencionohen në tërësi. Aktualisht. Ka subvencionim vazhdimisht. Jo, ne po paguajmë di sakt, sepse ne edhe aktualisht jemi duke komuna paguajmë. I subvenciononi prindrit. Po prindrit, po një anë jemi të subvencionu. Me rëndësi është që paratë e komunës e taksa paguesve Prishtinës po shkojnë në një drejtim caktuar. Po shkojnë tash tek qerdhet. Ne subvencionojmë edhe qerdhet tjera publike, sepse është subvencionim është. Veç fakti që paguhet një çmim i cili është shumë më i ulët se sa çmimi mesatar i tregut, kjo tregon që dikush po e paguan atë pjesën tjetër. E atë pjesë e paguan komuna, sepse paguajmë mirëmbajtjen e qerdheve, paguajmë për edukatorët, paguajmë për stafin, paguajmë për ushqimin, dhe kjo është krejtësisht subvencionim. Vetëm sektor privat s'ka subvencionim, aty paguajmë prindin në tërësi. Dhe këto bëhet me një varlloj diskriminimi. Pra qerdhet publike janë konkurruese në treg. Nëse dëshirojmë që qerdhet me pas një qëndrueshmëri afatgjata, ato duhet të jenë konkurruese në treg. Ose i subvencionojmë pra të gjithë. Dhe këtu pajtohem plotësisht që duhet me u gjetë një model. Nëse në bazë të kësaj analize, se unë nuk e njofta këtë institutin që ka kjo Rrjeti i grave. Rrjeti i grave, okej. Nëse rrjeti i grave vjen me një konkluzion që kostoja mesatare për me funksionu mirë një qerdhe është 170 euro. Atëherë kjo është për neve një tregues fantastik ku është standardi. Pra, qerdhet publike janë larg nën mesataren sot duke marrë nga prindrit dhe janë jashtë themi kështu qëndrueshmërisë afatgjate. Ne po i ndihmojmë vazhdimisht. Kjo është ndërhyrja më dhe i prapë në shtatë të pyshit. Faleminderit shumë. Tani, secila prej diskutimeve e perspektivave është tepër e rëndësishme dhe adreson çështje me vend. Por personalisht të konsideroj veten me fat që kam pas mundësi me punu nga afër, domethënë duke filluar nga komuna e Prishtinës, ku jam ballavaçu me sfida që kam has në nivelin komunal, e të cilat po e adresojmë tash për nivelit qendror. Pajtohem plotësisht me ato që e tha Nora. Modeli i qendrave me bazë në komunitet është një prej modeleve më të suksesshme. Edhe kjo e adreson disa prej rekomandimeve si politika që dhanë këto. E para subvencionimi i prindërve, për shembull. Modeli që kemi bërë atëherë kur kemi, sepse qendrat me bazë në komunitet i kemi filluar kohën sa kam qenë drejtoresha e arsimit komunë Prishtinës, edhe i njoh shumë mirë edhe si kemi modeluar edhe si kanë funksionuar, kanë qenë si një ashtu themi si një zgjidhje dhe përgjigje në pamundësinë e rekrutimit të stafit që u paraqit si sfidë këto. Meqense s'kemi pas mundësi me hap qerdhe të reja, për shkak të pamundësisë së punësimit të edukatorëve stafit tjetër, e kemi gjetë këtë model i cili është treguesi i suksesshëm në vende tjera e pastaj edhe te ne. E para ka qenë kjo arsye pse kemi filluar me qerdhet në bazë në komunitet. E dyta është adresu ky rekomandimi për subvencionim të prindërve, sepse subvencionimi nuk është për të gjithë njëjtë. Është një politikë sociale që subvencionon ata që kanë të ardhurat më të ulta. Domethënë janë të përcaktuara shumat e pagave të prindërve në bazë të cilave pastaj bëhet subvencionimi.
nëse nuk gaboj, për prind që marrin mbi 1.000 euro të ardhura, nuk ka subvencionim. Subvencionimi është për prindërit të cilët kanë të ardhura më të vogla. Pastaj jo të gjitha qerdhet subvencionohen njëjtë, sepse kemi pasur edhe modele që kanë arritur qerdhet të bëhen të veçëndrueshme. Dhe në bazë të analizave, raporteve që janë bërë, është gjetë që janë ndër modelet më të mira, pikërisht për të adresuar edhe këtë çështjen tjetër që sapo e përmendi nën kryetari, çështjen e sigurimit të cilësisë. Çështja e sigurimit të cilësisë, monitorimit edhe zhvillimit të qerdhave mbetet shumë sfiduese, sikurse edhe në shkolla, për shkak të politikave aktuale që i kemi. Sipas legjislacionit në fuqi, sipas ligjit për arsimin mbi komunat, për arsimin në komuna, janë komuna kompetente përgjegjëse për arsimin parauniversitar. Ndërkaq Ministria vetëm i harton politikat. Ministria si instrument ose si mekanizëm për vlerësimin ka vetëm inspektor. Aktualisht në nivel vendi i kemi 26 inspektor, mjaft për tyre para pensionimit, dhe jemi në proces të punësimit edhe të dikun rreth 25 të tjerëve, që po treguohet një proces shumë i vështirë. Por edhe sikur të kishim 50, edhe sikur të kishim 100 inspektor, prapë është e pamjaftueshme edhe e pamundshme që ata mund me qenë garant e sigurimit të cilësisë. Për këtë arsye, komuna e ka një mekanizëm të rëndësishëm në dorë, e që janë zgjedhja e drejtorëve, që është në, ashtu themi, në kompetencë të fundit të kryetarit të komunës, ose kryetarëve të komunave, sepse drejtorët janë personi i parë që janë drejt për drejt të përfshin me punën që bëhet jo vetëm në qerdhe, por edhe në shkollat e tjera. Edhe në bazë të përvojës time jo të vogël në arsim, jam e bindur që aty ku ka menaxhment të suksesshëm të shkollave, drejtorë e drejtoresha efikase, po edhe qerdheve në rastin tonë, edhe puna në qerdhe është dukshëm më e mirë se sa në rastet kur drejtoresha ose drejtori e institucionet edukativ arsimor nuk është në nivel të kompetencave. Dhe vajtuam se na nevojitet një bashkëpunim shumë i afërt me komunat, për këtë arsye këto sfida që i kemi evidentuar, për shembull qerdhet me bazë në komunitet, akoma nuk janë të përfshira në aspektin ligjor. Kanë qenë vazhdimisht për ministrisë, ashtu themi si të përjashtuara dhe ka pas një bllokat shumë të madhe. Tash jemi duke i përfshirë në ligjin e ri për edukimin e hershëm. Njëjtë është rasti i qerdheve private. Dallimet në mes të qerdheve private janë tepër të mëdha. I përmendi Majlinda, ka qerdhe që ofrojnë super standarde dhe kualitete si në infrastrukturë, po edhe në përgatitje të kuadrit e në edukimin që ofrojnë, derisa ka edhe qerdhe të cilat nuk i plotësojnë as kriteret minimale, qoftë infrastrukturës fizike, qoftë të tjera. Tani çka bën ministria? Ministria jep licencën e funksionimit të qerdheve, dhe është vërtet që këto privatet kanë mbetur thuajse të përjashtuara edhe nga monitorimi i punës që bëhet edhe shumë çështje të tjera. Dhe kjo është një nga sfidat të cilat jemi duke mundu me i adresu në projekt ligjin e ri, jo vetëm në projekt ligj, po me gjithë punën, u përmend nga Majlinda Komiteti Këshilldhënës, nëse nuk gaboj, ka dikun 2 muaj që kum funksionalizu këtë komitet, edhe qëllim angazhimi, domethënë kompetencat, përgjegjësia e këtij këshilli, do të jetë që t'i trajtojnë nga të gjitha dimensionet edhe aspektet që lidhen me edukimin e hershëm, edhe është trup këshilldhënës për ministrën në këtë rast edhe për ministrinë në përgjithësi, që për ne është një ndihmë e konsiderueshme sepse ka përfaqësues të gjithë organizatave ndërkombëtare që veprojnë në fushën e edukimit të hershëm, të institucioneve, të universitetit, të ministrive të linjes, të organizatave jo qeveritare, të ekspertëve të edukimit të hershëm, dhe do të trajtohen gjitha këto çështje në mënyrë që të kemi jo vetëm politika të mira, sepse në bindjen time, ajo që ka munguar deri më tani, kanë qenë edhe politika shpesh jo adekuate. U përmendën për shembull pakuja e librave. Ne vitin e kaluar kemi marrë vendim që të mos ofrojmë pakun e librave, e cila ka qenë dikun me peshë, rreth 3 kg, ka kushtuar dikun 25 euro, është ofruar nga ministria në 2-3 vitet e fundit, po ka qenë një ngarkesë për te kostos, ka qenë ngarkesë për shkak se e ka shkollarizuar edukimin e hershëm. E kjo mbetet një nga sfidat tona që të kujdesemi që në edukimin e hershëm, në moshën e vogël deri në 6 vjet, edukimi të bëhet konform
standardeve dhe ndërkombëtare nëpërmes të lojës, aktiviteteve që janë përshtatshme me moshën e tyre. Është kjo sfida edhe çështje që po ja adresojmë në raport me standardet dhe me kurrikula dhe plot çështje tjera të cilat përtej politikave që duhet i bëjmë bashkërisht si ministri, por edhe gjithë partnerët tjerë, na nevojitet padyshim një bashkëpunim tepër intensiv me nivelin komunal në mënyrë që të sigurohemi që mos mbesim përsëri ashtu siç ka qenë deri më tani, ku gjuhet topi i përgjegjësisë ose në anën tjetër shikohet më marrë kompetenca, po të sigurohemi që po punojmë për fëmijët tonë, sidomos në këtë moshë kaq të rëndësishme, sepse e di, komunat ballafaqohen me sfida të jashtëzakonshme. Në drejtoritë komunale është një zyrtar për edukimin e hershëm, për shembull, ose nuk është fare, është një për edukimin parashkollor. Në Ministrinë e Arsimit ka tepër pak inspektorë, sikur se e përmenda, por duhet sigurohemi që menaxherët e shkollave, që menaxhmenti i mesëm, që trajnimet që ofrohen për zhvillimin profesional të edukatorëve, të mësuesve e kështu me radhë, të jenë të koordinuara mirë, që të kemi gjithë përfshirje, sepse ajo që ndodh në praktikë është nganjëherë ka qerdhe ose shkolla të cilat janë të përfshira në të gjitha trajnimet ose aktivitetet që janë zhvilluar, që janë ofruar deri më tani programet për zhvillimin profesional dhe ka të tilla që nuk kanë marrë pjesë në asnjë aktivitet, qoftë për shkak të mungesës së koordinimit, qoftë për shkak të neglizhencës komunës, të ministrisë, të menaxhmentit të institucioneve e kështu me radhë. Kështu që në këtë pikë duhet të kalohen të gjitha barierat, e ato mund të kalohen edhe të zgjidhen sfidat me cilat përballemi vetëm me një bashkëpunim të gjithë aktorëve. Fakultetet e edukimit kanë një rol tepër të rëndësishëm, organizatat partnere që ofrojnë, sepse po e mbyllim me këto. Ka pas plot studime, ka pas plot iniciativa të ndryshme. Edhe si ministre sot këtë pozitë për të kaluarën. Për mua është pak shqetësuese kur shoh që për shembull investohen tepër shumë mjete, se nuk është që kanë mungu buxheti, fondet, qoftë edhe nga donatorë të ndryshëm në këtë drejtim, por kanë qenë të pakoordinuara. Shumë herë ofrohet buxhet ose zhvillohen studime për të cilat tashmë veç ka të dhëna ose veç ka politika. Është e rëndësishme që të punojmë edhe të jemi në harmoni, që çdo buxhet, çdo cent, po edhe çdo aktivitet që planifikohet të reflektojë me rezultate konkrete që na ofrojnë pastaj një edukim më të mirë për fëmijët tonë në moshën e hershme. Nëse më lejohet vetëm të shtoj edhe diçka se përket sigurimit të cilësisë, pra studimet tregojnë që asnjë sistem arsimor nuk është përmirësuar përmes inspektorëve. Do të thotë, inspektorati është një element i sigurimit të cilësisë, ndërkaq prapa atij elementi është një mekanizëm i tërë i sigurimit të cilësisë që niset edhe e bartë përgjegjësinë tek kopshti. Do të thotë që është drejtori, është edukatorja, që ka mundësi të ndryshme të grumbullimit të dhënave që tregojnë për cilësinë, kryesort me prindër, do të thotë plani zhvillimor i kopshtit, vetë vlerësimi kolegjial midis edukatorëve, vlerësimi nga drejtori, nga pedagogu i kopshtit dhe këto dhëna do të thotë gjenerohen tek monitorimi, këshillimi profesional dhe zhvillimi profesional drejt nevojave që ka kopshti ose edukatorja. Kështu që nuk ka nevojë gjithmonë me mendu që për ne jemi bllokuar, s'kemi inspektor, numri vogël edhe po i lojmë. Duhet më zhvillu një kulturë organizative e cila e barë përgjegjësinë dhe llogaritënien te kopshti dhe zhvendoset që ajo prej lart poshtë dhe vetë kopshti është përgjegjës për cilësinë që e ofron. Po nëse më i vesh një koment, edhe kështu ligji e parashet, nuk e parashet që inspektorati të bëj mirë, po ne duhet më siguru që ato procedurat vlerësimit brendshëm janë duke ndodhur, sepse në shumicën e rasteve nuk ndodhin. Edhe duhet më siguru që janë duke ndodhur si duhet, sepse kemi përvojën arsimit lartë që nuk ndodhin si duhet. Për këtë arsye janë nivelet e ndryshme, ministri, komunë edhe institucion. Edhe duhet me kontrollu, nuk mos me na kalu dhe 20 vjet, edhe me pa që s'po ndodh kur gjë. Duhet më siguru që tash, me gjithë këtë përvojë që e kemi, me bë punën e duhur edhe po besoj që edhe ministrja e ka pa dhe gjithë e kemi pa vlerën dhe rëndësinë se na jemi spaku në edukim, gjithë jemi akter
edhe gjithë duhet me bashkëpunu. Sakmisht të pjesa e delegimit të kompetencave në nivel të kopshteve, këtu duhet edhe me fuqizu drejtorët. Ata praktikisht duhet me qenë si CEO. Se për momentin një drejtori qërë një poç me ndru. Qa është problem kjo vabë? Kjo duhet me përbrencu mërë në këtyne politikave që me ju dhonë fuqi. Po e përfundojme sot. Unë jam ekonomist me profesion edhe gjithmonë më interesojnë numrat. Një kalkulim shpejt, që envelope që po të mbonë në një letër të bardhë, është që dikun të gjithë fëmijët e Prishtinës me shku 3 dhe 6 vjeç, 3.000 fëmijë parafërsisht lindin në Prishtinë, kostoja ishte 7 milion për të gjithë ata për vit. Pastaj ata kur dalin klasën e dytë themi kështu se 4 vjet dy fishohet, por në total është dikon 42 milion prej 3 deri në 6 të gjithë me shku në qerë. Kostoja total është 42 milion vetëm për Prishtinë. Dhe kjo kosto 42 milion duhet më ndohë. Duhet me ndohë nga sektori publik, sektori privat. Ose me ulion barë veç njënës onë, ose veç tjetërës, por kjo është mandej krejt është pjesë e analizës, edhe që është që shpodojnë me ndohë koston totale. Sot një pjesë të madhe e merë sektori privat dhe familjet vetë, një pjesë tjetër e subvencionojnë përmes sektori publik. Nesër mujë me orë me një vendim që themi krejt është pa pagesë, na po e marim koston si pjesë publike, sektori publik po e merë koston edhe e pagun këtë 42 milionë që o barë rerane që aktualisht s'kemi mësi. Dhe kjo është pa ndërtim të qerëve, vetëm mirëmbajtje, do të thonë edhe me funksionu mirë pjesa e pjesëmarrjes së fëmijëve në qerë. 42 milion për një themi një gjenerat me shku deri në fund prej 3 deri në 6 vjeç. Po e falenderoj ministrën, po e diroj angazhime tjera, po mund të vazhdu diskutimin e se ka dikush në një koment shtesë. Jam prej gjeneratës që në vërtet e kena prej asoj gjeneratës që e kena mbajt edhe klasën e 9 edhe klasën e 12 për shkak të ndryshimit ligjeve dhe ma shumë ligje. Falni që po më duhet me shku, po e thonë dhe i drejt ma qenë. Po dhe do mënë që qytetarës gjenerata e me ka mojtë edhe një vetë ma shumë, klasën e 13, që mas vitit tonë, u jekë klasa 13, që ajo nga ka kalëzun nuk është që jem bua që ma shumë të menë shumë, që kemi nejtë një vetë ma shumë në fakultet, një vetë ma shumë në shkollë të mesme, ose jem eduku ma shumë. Problemit tjetër ka qenë që kur kanë diplomuar në gjenerat tjetër, kështu që kanë shumë mazër edhe në fakultet edhe kështu. Edhe kjo ka treguar që atën me vendos vetëm ligjet, me pasë qysh po vepron në Evropa dhe me vendos ligjet e tine nuk na ka konvenu neve ose nuk ka po na ndryshim të na në bazë të edukimit. Edhe kjo është edhe tematika të fëmijët e përmendin në ndërmjet të trina. Përmendin që edukimi, dorën edukimi i fëmijëve jo formal, nëse kalojnë kohë me familje, janë shumë atë edukuar në ashtu, se sa ata të cilët janë për të qelë edhe mësim. Kështu që të kuptojmë që nuk është vetëm me rëndësi që vendosin ligje, edukime, inspektore e tjera, po të lëmin dhe kualitetin e fëmijëve që zhvillohet edhe vetë. Nëse të ndellë të shambull më të ndellë, një pjanë, në cëtë tash është 6 vjetë, po kur ka qenë 3 vjetë, ka folë anglisht me mu si kur tash qenë. Që do më thonë e ka mësu një aftësi që fëmijët nuk e mësojnë shkolla për 10 vjetë. A e ka mësu vetë për mes një telefoni. Që që mës të dejton gjithmonë edukimin të shkolla, po të lojmë edhe që intelekti përgjithshëm. Nëse isha akor në kjo. Jo, i qartë, unë po besoj që ka mjaftu shumë studime përvoja që nuk ka nevojë me bëj eksperimente. Edhe unë jam dakord, po ka modele që funksionojnë. Ideja është që si muj me
mobilizu kapacitetet edhe ashtu të limituar që i përmeni edhe Albani, për me arrit optimumin, për me mbulu sa më shumë fëmijë me arsim cilësor parafillor. Kjo është ideja, se nuk është garanci që edhe nana e edukon arsimon fëmijën si duhet shpejt, sepse na e dim që gjasat janë, që ata që mesin shpejt i kanë para kushtet që me qenë nana ma pak e shkollum. E kjo krijon një cikël vicioz në shoqëri, i cili e ndon shoqërinë. E o problem andaj edhe më i madh për te diskutimit sa milion kushton kjo, sa pak milion kushton. Kështu që modele ekzistojnë, edhe unë mendoj që mujmë me evidentu që këto modele veç do të zhvillohen edhe të implementohen me ato mundësi që i kemë. Nuk është që këtu dikush pat në ide që me u bojnë e pamundur, mirë po me u orientu në ato drejtime cilat kanë funksionu në vendet tjera. Edhe që kanë kontekstin e ngjashëm me Kosovën. Na për faktin se demografikisht kemë shumë fëmijë, është edhe probleme më i madh që fëmijët me përfshi sa më herët në shkollim, për te adresimit problemeve tjera që mujmë i qujtë dytësore, se që është ja përfshirjes grave të punës, e kështu më radhë, po fëmija është në fokus. Po falenderit për intervenimin. Në i koment tjetër? Urna të udhëm. Vesh nëse së priton prezentohë edhe... Unë jam një të jam drejtore ekzekutiv, Qendra Sociale Edukative, së skuptit të Prishtinës. Fillimisht përshëndes panelistë dhe ju pjesëtarë të organizatave të ndryshme. Është kënaqësi të kesh pjesë në një kryezë të tillë. Falenderoj Institutin Invest që na bëri bashkë të gjitha nivelet. Domethënë, tu fillu me nivelit qendror, ministrët, nivelit komunal, nënkryetarët dhe nivelit profesoreshës dhe nivelit të organizatave jo qeveritare dhe institucioneve të tjera të ndryshme që thjesht kontribuojnë në këtë çështje. Çështja e edukimit parashkollor dhe parafillor është një çështje që është ndërministrore, mendoj. Lidh edhe Ministrinë e Financave dhe Mirëqenien Sociale, sepse po mos punojmë gjithë së bashku, atëherë është vështirë që të arrijmë. I pam ato të gjitha statistikat edhe që qëndrojnë ashtu, gjendjen në cilën jemi, po mendoj që sidomos si pjesë e një organizati jo qeveritare, që si funksionon Qendra Sociale Edukative së Skupshtit, është shumë e vështirë që të mbahet kualiteti në gjendje tanishme. Qendra jonë funksionon që 20 vite tani ban, dhe shoh që kohën e fundit pa ndihmën e nivelit qendror dhe pa ndihmën e nivelit komunal është vështirë të mbahet kualiteti. Them të drejtë, ne kemi kapacitetin 130 fëmijë, ku 100 janë fëmijë që rimbursohen nga prindërit, kurse 30 kemi grup target, ku janë fëmijët e SOS-fshatit, nanave vetë ushqyese dhe fëmijët me nevoja të veçanta. Për këta subvencionohemi nga Komuna e Prishtinës. Do të ishte e pamundshme që vazhdohet puna pa këto subvencione, po prapë se prapë që të mbahet kualiteti është shumë vështirë. Jam pro mendimit të nënkryetarët se duhet gjithsesi të fuqizohen edhe kopshtet OEQ-t, kopshtet private, sepse që të bëhet një punë e mirë duhet gjithsesi të nisën nga baza, të jetë i motivuar dhe edukatorët që punojnë me këta fëmijë. Ne jemi gjithë vetëdijshëm që shumica e edukatorëve në kopshtet private kanë pagesë shumë të vogël. Edhe është shumë e vështirë të sigurohet cilësia me një pagesë të tillë. Në anën tjetër është shumë e vështirë për bordin, për udhëhecin e një OEQ të siguron cilësinë me një pagesë të edukatorëve njëjtë në kopshtet publike. Kështu që mbi të gjitha baza është edhe nëse punëtorët arsimor janë mësuar gjithmonë me punu, domethënë me gjithë farë kushtesh, por kryesorja është që të punojmë tani në sigurimin e cilësisë dhe në motivimin e mësimdhënësve. Jam pro mendimit profesoreshës, edhe cilësia është shumë rëndësishme, cilësia e edukatorëve, edhe ajo inspektorimi, edhe matja e vlerësimi, matja e cilësisë punës, po
Gjithsesi pa bo një punë përbashkët, pa ndihmu njëri tjetrin është shumë e vështirë. Edhe të marr pa për bazë që si eksperte kurrikulës tash sidomos grup mosha 5-6 vjeçare hyn në shkollën e parë, do të thonë me klasën 1 dhe 2, nëse nuk bëhet një punë e mirë me fëmijët në moshën 5-6 vjeçare, atëherë shumë e vështirë do të jetë me mësimdhënësi në klasën e parë, dytë me tutje në shkollimin universitar. Nëse dojmë të arrit ato 6 kompetencat e kornizës kurrikulës Kosovës, është gjithsesi e nevojshme të fillohet shkollimi edhe investimi që prej moshave të kashme. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Ide. Unë po besoj që nuk ka politikë publike më prioritare se kjo për cilin janë mbledhur sot, sepse efektet janë shumë mëdha. Unë faktu që dikush duhet me pagu këtë kosto, ja pagun sektori publik, ja privat, ja prind ose paguajnë me cilësi dot. Edhe dikum kjo duhet mu normalizu se këto janë rregulla e lumrave. Ideja është si ta përmirësojmë cilësinë duke e akomodu mbrana kufizimeve që objektivisht Kosova i ka, por në qoftë se kjo është prioritet, atëherë do të më pasu edhe me mënyrën se si buxhetohet, sepse deklarativisht unë nuk e moj mend ndaj strategji të arsimit ose plan strategjik i cili nuk u ka prioritet kjo çështje. Gjithë është diskutuar si prioritet, po ideja është të shohim fund buxhetin është relativisht i vogël. Sigurisht se ka diskutim shumë për këtë temë, unë mas sa ju ftoj në një koktejl, besoj mund në mënyrë jo formale me vazhdu diskutimin, po para se me vazhdu, lejoni t'i falenderoj edhe një panelist, juve për pjesëmarrjen edhe po besoj se do të takohemi në hera tjera për këtë temë, për cilën ne zotohemi se do t'i përcjellim me kujdes zhvillimet brenda ministrisë, do t'japim kontributin tonë në mënyrë konstruktive. Edhe një ju falenderoj, ju uroj ditë mirë. Mirupafshim.